Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma diaspora. Mirë se erdhët në emisionin tim Mikrofoni hapur. Jam unë Gens Paçuku dhe ju flas nga studio e Window Radio në Londër, madje për më hollësisht në Londrën e Veriut, ku momentalisht po kalojmë ditë të nxehta, edhe nga nxehtësia e diellit, por edhe nga atmosfera e krijuar nga fitoria e kampionatit anglez nga Arsenali. E martë sot data 26 maj dhe jemi prapë bashkë. Të nderuar dëgjues, si fillim dua të ju falenderoj që na ndiqni dhe na shpërndani ndër miq e shok, pasi e shikoj se numri i ndjekësve po na shtohet çdo ditë. Ju lutem, vazhdoni të na prezantoni tek miqtë tuaj e të bëhemi më shumë. Si fillim, desha t'ju kujtoj ju se dje ishte dita e lindjes së të pavdekshmit rilindasit Naim Frashëri. Mu kujtua madhështia e rilindjes dhe Naim Frashërit, por shpejt në kontrast me rilindjen sot u zhgënjeva, u demoralizova, u tmerrova, se si kjo parti sekt e Edi Ramës e përdhosi atë emër rilindje. Ma paq faqen e zez o Edi Rama, nëse nigjon ose ta thot kush. Gjithsesi sot përshëndes edhe protestën organizuar në Tiranë në mbështetje dhe solidarizim të studentëve në Maqedoninë e Veriut, studentëve shqiptar që kërkojnë të drejtën e tyre për gjuhën. Po përveç kësaj, besoj që protestat janë të domosdoshme dhe janë një zonë fuqishëm, por qeveria dhe opozita duhet të jenë i çik më të angazhuar në mbështetjet atyre, sepse ata janë shqiptarët tanë, pavarësisht se ne na nda një vend që quhet kufi. Kështu që duhet t'i mbështesim, duhet që politika t'i mbështes, jo tek e tek me njerëz, po në blok. Në blok duke kërkuar sqarim edhe nga pala maqedonëse. Të nderuar dëgjues të Window Radios. Window Radio e zënrit të lirë, larg shërbimit të politikës, larg hipokrizisë, larg censurës, radio misionare dhe në shërbim të së vërtetës, idealizmit dhe kombit do vazhdoj vetëm kështu në këtë rrugë. Do godasim dhe dënojmë çdo fjalë, ide apo veprim antishqiptar, apo veprime me interes personal, por do vazhdojmë të japim mendimin ton, të kryejmë hapësirë e të promovojmë çdo njeri brenda Shqipërisë londineze, Shqipërisë etnike dhe diasporës që ka si themel dhe piknisje të aktivitetit familjen, kombin dhe pronën. Situata në Shqipëri është delikate, e nxehtë, konfliktuale, ku punohet vetëm për interesa personale dhe shpeshherë kundër interesave kombëtare. Luftë brenda llojit, luftë ndërmjet partive, vrylla, nepotizëm dhe kjo të bën të duket se shteti ka rënë. Dhe opozita në drejtim të paditur. E gjithë kjo rëmuj rëndon mbi ne në kontrast me pasurimin e tyre për të rëmujës politike. Në asnjë vend të botës, qeverit nuk bien vetë, ata rrëzohen me votë demokratike. Ti vjedh votat, ai që është në qeveri një herë. Mëso për herën tjetër. Ti vjedh edhe herën tjetër. Ku ishe ti? A nuk mësove nga hera e parë? Pastaj justifikohesh se mi vodhën dhe vazhdon me të njëjtën mënyrë, me të njëjtit njerëz, herën e dytë, herën e tretë e kështu me radhë. Bën viktimën për të shmangur analizën, përgjegjësinë, ndryshimin e drejtuesve, hapjen dhe pastaj fitoria trumbetuar ngelet iluzion. Humbës i hap rrugën në demokraci, por jo në Shqipëri. Opozita e madhe me PD-n si partinë më të madhe i ka të ndarë njerëzit në disa grupime. Disa bëjnë viktimën dhe quajnë arritje bunkerizimin e PD-s dhe liderit e disa mendojnë se duhet duhen përfaqësim dinjitoz i opozitës si alternativë, duke u hapur, duke afruar njerëz të rinj, duke bërë zgjedhje të ndershme së pari në formacionin politik. Po si është e vërteta? Ne do mundohemi ta gjejmë të vërtetën duke ditur se të vërtetat nuk i thonë njerëzit që shëtisin nëpër media me agjend, të vërtetat nuk i thonë servilet dhe interesagjit. Të vërtetat i thonë ata që punojnë, janë në terren, janë idealist dhe shohin gjithçka, por shpesh nuk ju jepet hapësirë. Unë jam në Window Radio për të krijuar hapësirë për çdo që ka dëshirë të thotë një të vërtetë, të jap një mendim në të mirë të vazhdimësisë dhe të ardhmes, që është punëtor dhe gati të punoj, por që në luftën e bryllave mbahet larg. Dhe sonte
mikrofoni është për zotin Vlash Gjonaj. Se kush është Vlash Gjonaj, ai do na thot vet pas pak. Zoti Vlash Gjonaj, mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën. Mirëmbrëma, e faleminderit për ju që po më jepni një hapësirë për me thënë fjalën e lirë. Pra fjalë lirë, ne kemi rrezuar komunizmin vitet 90-91. Dhe nuk i kishim para mendu që mas 35 vjeç, pra fjalë e lirë, edhe më në llojit, edhe në hapësirën më të madhe, fjala e lirë nuk begeniset, fjala e lirë nuk nigjohet, fjala e lirë përdhoset, etiketohet si anti-rrym, rebel, nuk na duhet njerëz tillë. Pra, sa për fillim, unë jam Vlash Gjonaj, i shkolluar për ekonomi e agrobiznes, i përfshi në lëvizjen e editorit që në fillim jam ndër kryetarët e parë të seksionit në fshatin më të Mirditës, që është Përseku, një fshat bajagi i madh, po edhe me fshat vërtet komunistësh, që ka qenë luftë e vërtet 90-91, për të mbijetuar si forcë politike, apo ne gradualisht kemi ardhur të marrë veten në vite, edhe kemi arritë që në 3 zgjedhjet e fundit kemi fitues, jo vetëm fshat në komunë, njësi, po edhe në Mirdit. Bravo Vlash, shumë bukur, kjo tregon se keni punuar dhe ftesa ime për ju sonë është plotësisht e merituar, ti je i sigurt. E ke merituar sepse pavarësisht se nuk e di se sa njohin dëgjuesit e radios, je një zë i fortë që paraqet gjithmonë të vërtetën dhe idealizmin, duke pretenduar që punë të bëhen më mirë dhe ju duke u bë pengesë. Vlash e thirr sonte në këtë intervistë të na japish mendimin tuaj për opozitën, për atë opozitë që duhet të jetë alternativë dhe shpresë, sepse ne tashmë flasim kot për partinë në pushtet, ajo e ka mbushur kupën dhe duhet të ikë. Ne s'mund humbasim kohë duke llomotitur se kush janë ata, ne duhet humbasim kohë në organizimin e opozitës. Dua të filloj me diçka që më bëri përshtypje një ditë para referendumit të konfirmimit të Sali Berishës si kryetari i PD-s. Në një sulm të papar, pjesa drejtuese dhe grupi parlamentar i PD-s me statuse copy-paste në thirrje për të marrë pjesë në referendum dhe për të mbështetur Berishën me votë. Hipokrizi apo duan me të vërtet Berishën ata që në rreth tij? Tash i përfat keq, zoti Genci, partitë politike, po përfat keq edhe PD-ja jonë, janë mush me servila, me semen, me hipokrit, që një ndërtoj hipokrizit më të mëdha qetë, që ajo që mbështetja edhe lobimi fort për doktor. Kur nuk kishe garë, se po të kishe garë vërtet, nosha ja vlet edhe lobimi, se lobimi është pjesë e garës. Por të tjesh i bin, edhe dëgjuesit jenë të bin, se gjithë ato edhe deputet, unë kam pas kontakte me to, edhe me njerëz vërtet që janë poshtë lartë dëgjuesit PD-s, flasin ndryshe për tavolina. Flasin ndryshe. Dhe kjo të habit, totalisht habit, se si ka mundësi këto njerëz konformohen. Nuk e di si ka mundësi që konformohen me farfeje. Edhe se a di se Adam i bën opozitës. Duke bërë servilizëm ndaj doktorit. I bën shumë dëm opozitës. Bën dëm antarësisë. Antarësia mendon komplet ndryshe. Antarësia mendon siç mendoj unë. Unë jam përdit në kontakt me to. Isha kryetar organizacioni, jam vërtet në kontakt në çdo fshat, në sit, në qytet, qytetin kryesor të Mirditës, në Rrshan. Edhe kështu mendojnë, gati mendojnë si puna ime, por kur ajën për të artikulu të vërtetën e kanë shumë pak. Edhe unë kam bënë status para 2 ditësh, kam bënë status dhe kam shpjeguar votën abstenuese. Do kalojmë direkt mas asaj tek vota abstenuese, po qëndrojmë sa shumë e rëndësishme kjo. Tjetër thonë për tavolina, edhe tjetër dalin e thonë aty në prezencë në Facebook, edhe në media, gjë për të dukur se ne jemi mbështetës. A janë këta njerëz që bëjnë kështu sepse mendojnë se kështu mund të bëjnë karrierë dhe madje kënaqen që ka kritik, se duken se kur ata si demokrat të mirë, domethënë kur ka kritik, ata kënaqen sepse thonë, ne jemi të mirët, edhe tani Berisha do të na shohë ne se jemi mbështetës. Pra në njërin anë është hipokrizi, është thjesht për interes, po mendojnë se karriera bëhet si kërmiti duke u lëpirë. Është kjo vërtet, domethënë këto i bëjnë këto gjëra për karrierë dhe jo se jo është. Ato një shumicë e atyre që janë afër doktorit e shohin karrierën e tyre vetëm duke qenë servire doktorit, duke qenë pjesë e detachmentit afër doktorit.
Edhe kjo me ta duket to kujtojnë sepse ndërkombëtar nosha edhe në heqja në ngatës që mund ndodhi, shpresojmë që të ndodhi ndaj doktorit. Ato Ishte shpresojmë përjashtë në që automatike do t'i vi rralla opozicës, po e kanë shumë gabim. Nuk i vjen rralla opozicës duke prit rrallën. Rralla e opozicës vjen duke shpërnda, duke përcjell mesazhe, duke ndrojë elitën e MNPD-s. Rralla vjen opozicës duke ndërtuar frym, rralla vjen opozicës duke ndërtuar alternativë. Do me thënë në Blash, ato thjesht si ka pa thënë njëri në kooperativ dikur, s'po ja moj me nemë, se u bon pa punu. Ato mendojnë se pa punu do të vinë thjesht rastësia një ditë edhe do të fillojnë me nda pushtet, me sa po thoni ju. Ato në pritje nuk janë si puna jonë, antarësia edhe struktura në përbas. Që shumica e pa punë, që nuk e gjenë vetën, ka 13 vjeç janë lodhë për protesta, janë lodhë raskapit. Edhe kanë ikë jashtë shumica. Ato kanë rrogat e majme, bajnë në biznes edhe me njerëzit e Ramës, i kanë njerëzit punësuar për ministri gjithë. Po ti analizosh, po të ketë gazetar pa avarë që pak kanë në Shqipëri. Po të jetojnë ato njerëzit e deputetëve të PD-s. I kanë shumicën punësuar për ministri. Është për to habit krejt. Është skandaloze, totalisht skandaloze. Edhe pratë se po bajnë opozit pastaj. Edhe pikërisht pa. Pikërisht. Kjo është më e keqja. Para unë më shoj asaj se ja thashë doktorit në atëherë para ca mush në Rrshan ke Fortoria. Doktor, nro kryesin totalisht. Edhe unë kam thënë si nrohet kryesia. Ja kam thënë komplet, i kam thënë neni sa të orë. Zoti Berisha, futi neni sa të orë. Ndajnë grupi parlamentar nga kryesia e re. Me atë rast ti edhe pa shefmetje të mëdha, e ndalë. Me neni sa të orë. Me sa duket artikulet nga tjerë, kjo, masi e kam artikuluar unë, dhe ka shumë mundësi të ndodhë. Dhe data 30 edhe vinim qeshori, do jetë pika kyçe nëse vërtet doktori e ka merituar mbështetje referendare me afër 30.000 vota marrë PD-s. Po, Vlash tani u bën zgjedhjet në deg edhe për kryetar dhe kryesi në të gjithë Shqipërinë. Tani nuk u bën asnjë ndërhyrje, nuk u bën asnjë hapje. Çfarë ka ngel në dorë Berishës ndryshoi me 30 maj? Çfarë mund të ndryshojë me 30 maj Berisha tani më? E vetëm shpresë e doktorit është të reformatoj kryesin nga para. Po kryesia nëse do të ndodhje, atëherë mund të themi se ka shpresë që opozita do ta marrë veten. Por mu më habit fakti se pa bën asnjë analize, përveç sa foltore që tek tuk ngeci doktori, nëse foltore nëmër 2, që unë e kundërshtova ndërsa se në foltore nëmër 2 para realizu premitimin e foltores nëmër 1, është pak vështirë me besu doktor, i thash, dhe vërtet ishte gaf, i la si ide, si strategji, por pa bën analizë, pa dhënë drejshin kryetarët e qarshë, kanë thellu humin. Ka thellu humin Shargu Firit, ka thellu humin Shargu i Vlorës, ka thellu humin Elbasani, Durrësi, Leresh pa përmend Shargun e Gjirakas, që ka 30 vjet që quhet një njeri, quhet Dritan Shehu 30 vjet rresht, quhet një ishin Gjirakas, është të merre vërtet kur e mendon. 30 vjet një vit. Pra, ato nuk dhanë drejshin asnjë. Përveç ai Vlorës ata drejshin, pak nuk tregu fisnikaj. Këtë ai Shargun Vlorës, i PD-s, ai tregu fisnik, tha unë jap drejshin. Po drejshin do ta kishin dhënë gjithë. Do të analizu çfarë Shark. Cilat janë arsyet subjektive, objektive, çfarë ishte niveli i vjedhjes edhe i tjetësimit të votës i blerës, dhe sa ishte përgjegjësia e strukturave. Mu më duket se në jug e Shqipërisë të mesme nuk para ka struktura. Nuk ka struktura si i kanë uzurpuar një grup njerëzit. Ndërsa në Mirditën, në rrethet e veriut, ndryshon pak sa situata. Se këtu për efekte të genit historik, ne i kemi shëdru, është treva Dukaqin, Mirdit, Dibër, Shkodra, treva që i ka shëndru Turkut, treva që i ka shëndru komunizmit deri në vitin 53. Pra ka një gen akoma që ruhet, një gen qëndrese. Dhe PD-ja po marrët vetëm ato. Po PD-ja nuk është vetëm këtë tre, PD-ja duhet jetë ke Shqipëria. Mlash, e kemi filluar bisedën si rregull nga fundi, jo nga fillimi, edhe do shkojmë me të gjitha pikat. Jo, e kam filluar unë, nuk është problemi se ke filluar ti. Unë e fillova, se kështu ma mori menja mos se duhet bën. Rrim edhe pak te referendumi. A ishte dakord me referendumin apo mendoni se demokracia ka forma të tjera zgjedhje? Shif tash, referendumi. Unë mendoj se në fillim nuk ishte menduar referendum. Nëse kthehemi pak me pas.
a ndërtoi një komision pranë serisë PD-s. A ndërtoi komision për garmën e PD-s. Për garë. Po. Por duke qenë se figurat kryesore që vërtet mund t'i mbështesë, mund t'jenë kanë mbështetje të mëdha, siç Ali Zoti, si Ali Mehmeti, e figura tjera, hezituan të futen garë. U futën individ tjerë si Sanani, Kokalari, Balliu, dhe shumë mirë bën që u futën. Shumë mirë bën që u futën. Unë para i muj i ke fashja vetë se doktori ka një del live Facebook për gjështun e diel. Po. Edhe një shkuta, përshëndetje doktor, lejnë garë të gjithë, na i lejnë ne antarësisti, s'kolim kemë me votë, mos ki frikë ta, nuk ka problemi këta. Lejnë garë, por ti nuk i ke drejt me mi përjashtu, si përjashton, ku e ke pikësatore, ku e ke referencën që ti i përjashton nga gara. Jo, njëri u vetë përjashtua, Saljani u vetë përjashtua në fakt. Le, këtë termi vetë përjashtim është një gaf tjetër. Ne jemi pak vetë opozita, me përjashtuar njerëz, ne kemi dështuar nga përjashtimet. Kemi dështuar totalisht nga përjashtimet. Pra e kam fjalën që unë si garë fakt, se ndërtu komisioni për garë, atëherë përgjatë rrugës, me që vërtet që pa trakime të forta, atëherë unë rru termi u kalu në referendum. Sepse referendumi është e përlish edhe mos pasjen e kandidatëve rival. Pra është një lloj referendumi, është një lloj konfirmimi. Pra është një lloj zgjedhje që mund të ketë raste të tilla në Evropë, se doktori thotë ka raste të tilla në Evropë, dhe mund të ketë vërtet, por është rast konfirmimi kjo. Por nuk është garë. PD nuk i vlen shumë. Sa përfitoi PD nga gara, nga kjo referendum? Përfitoi nga gjë, se kryetari doktor Berisha ishte aty. Nuk ka punë se ndroi diçka. Atëherë, Vlash, një pyetje tjetër prapë në lidhje me këtë, që është një pyetje pak si me spec, edhe duhet na japë shpjegim, se të kam ndjekur në Facebook edhe në një status të para 2 ditëve, nuk e di diçka të tillë, keni deklaruar votën tuaj se keni abstenuar. Na shpjego pak, nëse të pyet dikush, Vlash, okay, e tregove se abstenove, pavarësisht se vota është e fshehtë, ti more guximin ta nxjerrësh, abstenove. Edhe dikush do pyesi, Vlash, pse abstenuat? Pikërisht. Ndërsa nuk e di, ja jam i vetmi, se nuk e di, se nuk e kam informacion çfarë ka ndodhur. Të tjerët, ka individ tjerë të mëna për dy se e kanë arsyetu votën. Unë mendova që duhet atë arsyetoj. Pse? Pse? I kam thënë motive të qarta. Spari e thash edhe pak më parë. Nuk pat garë. Doktor, po të kishe garë, me ato që tentuan me hyrë garë, do kishe marrë votën teme. Po me që ti nuk lejnë garë, i përjashtove me statut e pa statut, i përjashtove. Atëherë ti mu më dytro me abstenu. Jo me votu kundër, po abstenim. Sepse ka qenë me 3 opsione vota. Po. Pro, kundër dhe abstenim. Spari, e dyta, unë me nëshë rithemelimi, se unë e kam shtet që fillim rithemelim. Po. E kam shtet, kam qenë ndërpart, mirë di që e kam bështet. Edhe, nuk e kam shtet pa arsyetu, atëherë. Sepse unë e kam pa Bashën si figurë këtë demagoge. Ishe demagog në media, ishe njëri vetëm i pashim ishte, por nuk përcilte mesazhe, po në terren ishte katastrofë. I la kauzat përgjys, la protestat përgjys, u tallë me në protestat. Tani, Vlash, një sekundë, se erë një moment, Vlash, unë kam thënë kundër Bashës që fillim. Vlash, m'fal një sekundë, Vlash. Tani flasin të gjithë kundër Bashës. Po të folë edhe kuna nga zbardhët, po kanë mrena e disa. Tani kur e ke fillu ta kuptosh Bashën që ke fillu ta kundërshtosh? Unë Bashës i kam dalë para në konferencën e PD-s në vitin 2015. Ku? Në Rëshen. Po. Zoti Basha ka në Rëshen 2015 për të zgjedhur kryesin. Por çfarë ndodhi? Jo vetëm nuk u zgjodh kush, që me skandali që nuk lale me fol. Nuk la njëri me fol, mylli konferencë pa fol njëri. U isha përgatit me fol. Momenti që doli Basha në korridor i dola para. Zoti kryetar thash, kjo lloj silli, kjo lloj pozite nuk shkon. Rri aty thash, jo do hiksa se kam agent tjetër para leca në lesh. Si ke muzikë nda 2 mbledhje për njëri. Rri aty se ka vërejtje për ty, ka pyetje për ty diskutimet. Hiku pas lloj. Pa thënë si gjë. Që atëherë unë jam bind se ky është demagog. Sepse atëherë ky bani 2 gafa.
nuk mori pjesë këndarje territoriale. Gjithu të merrte pjesë, i la fushli Ramës dhe e ndahën parcela siç e ka nda. Bani reformë territoriale, i shkurtoi bashkitë nga 367 njësi i shkurtoi në qartëni. Dhe Basha ka hezitu, Basha nuk ka marrë pjesë. Dhe atë që pika ndarë që unë e kuptova si ky zotëria, për ishë fjalë bukra, në terren, ky është katastrofë. Edhe e kam thënë për tavolinë edhe me dume që unë kam marrë pjesë, sepse Basha nuk na shqyrë sekundi. Le marrëvesh që banim 2017 ishte katastrofë që nuk e di kurkush çfarë ka biseduar me Ramën. Kjo ishte gafa tjetër më e madhe. Akoma mas 9 vjeç nuk e dim çfarë ka biseduar. Edhe tentoj me bashkëqeverisë. Pra, Basha, por që ndodh? Basha është Benjamini i Berishës, Basha nuk erdhë nga vetiu. Basha e pranu doktori. Basha nga 2-3 humbi që ka Berisha ka mbështet prap, e ka mbështet në 2017, e mbështet në 2021, e mbështeti para mas zgjedhjeve, por doktori u rifut sepse ai zotëria e preu mbes, e preu tentoi me përjashtu nga grupi. Tu ishte dilema ose thema Akiliç që doktori u detyru që të rikthehej në politikë, e të rikthehej të merrte PD-n. Tu unë e kam veni një pikë këtu tani. Doktori u përjashtue, u tentu të përjashtohej, non grada i kthyen në shpinën një pjesë e mirë që ato sot i ka bashkëdorë më të ngushtë. Ti majte qenim direkt në mbështetje të doktorit? Po, normal që kam marrë, sepse ishte vërtet pika e më thënë stop Bashës. Më thënë stop se me arrogancën tonë, me vendimet e një anshme, ti nuk ke asnjë drejtë më të largosh njerëz nga grupi. Një deputet nga grupi, pavarësisht se kush është lideri apo jo, e përjashton Këshilli Kombëtar. Nuk e përjashton individi kryetari. Por ai mori vendimin e jetës dhe ashtu iku. Pra, unë kam shtë doktorin sepse doktori vërtet u rikthy. Unë besova se është rikthy për të mirën e PD-s, për të mirën e opozicës, për të mirën e shqiptarëve. Se vërtet doktori ka bën gjëra për Shqipërinë. Sa herë kthyen në pushtet, doktori ka bën hapa integrimi para, ka trashur Shqipërinë NATO, ne në militor kemi dytrim ndaj doktorit, po jo pafundësisht, sepse ka ndërtuar rrugën e kombit. Lidhe me këtë, ne jemi mirënjohës doktorit, ne kemi shpreh me votë 2021, 2023, 2025. Pra ne militorët e marrin fjalën. Por doktori nuk po marr fjalën, pra ato pika të rithemelimit që do t'i shpjegoj më vonë nëse do më ligjoni. Po, pa tjetër pra, sepse doktori erdi, hapi atë që ne u quajt foltorët e rithemelimin, u duk se u kryu një frymë e re opozitare, apo jo? Po, jo ishte. Po, pa pazare, po duke se nuk dim gjë kishte, po pakun kështu mendoj, besoj, se Basha bante miq pazare. Dhe në një moment që po ngritej fryma, bashkimi diversitet. Pikisht pra. Arriti apo e të kurri PD-n kjo, edhe na shpjego pastaj ato që deshe me thënë, a e majti fjalën Berisha nga premtimet që bani, duke kaluar pastaj tek bashkimi me këto që u rrafën bashkë të gjithë, edhe s'kishin lanë gjë pa thënë për një tjetrin, edhe madje të dyja palët kanë akuzën në SPAK të drejtuara ose të dërguara në SPAK nga vetë njëna palë tek tjetra e tjetra palë tek tjetra. Domethënë, është pak sa e çuditshëm. Unë kam arrit për shkakun që Partia Demokratike momentalisht e ka një merit paktën në pasurimin e fjalorit politik, që është vetë përjashtimi, është diversiteti politik, e nuk e di që tjetër ka nxjerr, po nuk e di sa qëndrojnë, sa janë fjalë për që të mos i kuptojnë njerëzit, apo kanë qenë domosdoshme. Na shpjego pak për këtë periudhën rithemelim, frym, u pa me të vërtetë dash një frym, edhe një shpresë se Rama i ka ditë e numëruar, edhe a mendon që nga rithemelimi edhe deri më sot ka ngritje, ka ulje, u hap PD-ja, pak a shumë lidhe me këtë fjalën e Berisht, e mbajti, nuk e mbajti, që vetë premtove se do na përgjigjesh. Po, vërtet mujtë e parë të foltoreve, funi 2021-shit, fillimi 2022-shit, vërtet që janë vërtet muaj shprese. Antarësia e PD-s e gjeti vërtet vetën, u rikujtu koha e Berishës 2005 u rikthy me anë të kopit, po një stil tjetër.
Dhe kjo është frime mirë. Por kemi një shprehje e meritorët e kemi gjithë. Buka e thyrë është vështirë në gjithë të ma. Lufta që është shumë ashpër me Bashën, me njërët e Bashën, me Gazbardhin, me to, me tjerë. Sa edhe kur Berisha u kujtu të rikthete ose u detyru nga halli sepse nuk ishte grup parlamentar, s'kishte vull dhe u detyru të shohte pe. Po në momentin që shohë pe kaq shumë, sa kthej Gazbardhin, këtë figurat që ishin vërtet afër, shumica figura që ishin afër Bashës, që ma hodhe edhe gaz Kasilia, i katapultoi Berisha, i voni kryetar grupi parlamentar, non kryetar, i boni gjithë. Dhe në këtë moment era entuziazmi antarësisë PD-s që mbështet rrethim Limin. Dhe tash i hezituan, heshtën, si ka mundësitën ne u shputëm nga i lloj klani. Edhe nuk po gjejmë vetën. Edhe tjetra. Doktori premtoi një ndër përmbledhjet që po të bëj kryesore, është do ndërtojmë partitë djathtë konservatore. Në vërtetë si partia djathtë konservatore ti ke përvojën angleze dhe ka përvojën në Evropë. E vërtet partitë djatha, po që kanë vlera humane, kanë vlera konservatore, kanë vlera familjare, kanë vlera patriotike. Tu ishe prapë një tjetër avantazh i doktorit. Por gjatë asaj kohe ky e la u bjerë edhe kjo. U bjerë sepse ajo Partia Konservatore kërkon hapje. Kërkon element 3 nga djatha, nga shtresa përsekucionit, kërkon element 3 nga akademia, nga pedagogjia, nga pedagogët. Kërkon edhe element tjerë nga diaspora, si jeni ju, si ka shumë profesora, që ja kam thënë doktorit në Rëshën, edhe me emra. Tu Berisha stëndoj, tu stëndu gjatë rrugës, nuk e di tash kush pse u la. Figura që erdhën afër doktorit, nosha u kujtuan sepse ato zotëri që mend hapes nishin hije, dhe nosha në rrugës ja përpoqen e sabotuan doktorin. Edhe po vazhdon të saboton, çdo ditë po saboton. Me Flamunoka, me Albana Vokshi, më duket se edhe tjerë vazhdimisht po saboton. Po bën shumë ta përdor. Ato janë si krah i djathtë, domethënë ato thonë se pa ato dy nuk bëhet politikë. Atëherë, unë e thash edhe rreth doktorit para sa mbushke foltoria. Se tha, më kanë dalë ditë keqe, e di thash, kanë dalë ditë këqija vërtet, dhe tregu besnik. Po ka një mision që fillon e mbaron. E kanë mbyll misionin doktor thash. E kanë mbyll misionin. Kjo ishte misioni i tyre. Kanë qenë besnik, tash PD-ja duhet hapet. Nuk mund vazhdojë më. Ne jemi shumë pak. Nuk shkojmë këtë 30%, nuk do rrejmë opozitë për herë. Dhe kjo është. Tjetër ishte sepse antarësia PD-s ka pas tipik doktori, do ketë regjistër të saktë të antarësisë PD-s. Çfarë ndodh? Kemi 4 vjet që nuk ndërtojmë listat sigurta nasi dek. Po rasti ishte skandal. Flash në lidhje me listat duhet ndërhyj pak sa. Se thonë kam me të një gjumë. Për shembull, Mirdita, po marrim Mirditën aty ku je edhe ti. Ose si quhet ajo seksiona, grup seksiona, si quhet ajo ku ke drejtuti deri pak para. Unë deri para një muaj kam qenë kryetar kryesori. Kryetar i grup seksioni. Tani ju si grup seksion, a do të keni listat me demokrat? Edhe kam një gjuhë se ju vjen listat nga Tirana. Si ka mundësi që e di Tirana edhe nuk e di grup seksioni aty? Si çfarë është ky lloj? Pas pak jo. Kjo është handicap tjetër i madh që unë uroj që të korrigjohet, por ka 2-3 vjet që nuk po 3-4 vjet që nuk po korrigjohet. Ne kemi pas një përvajsues nga qendra, përvajsues nga kryesia e PD-s, nga seksioni i vazhdimit të PD-s, një agron loka, edhe ka një vit që i kam insistuar unë lidhë kryesia, se kryetari i grupit morën pjesë ke kryesia e PD-s Miditës, Degës, edhe kam insistuar, o zotëri, kemi bani një listë në para një viti gjys 2 vjeç. Me miratim, e kemi kref zonën për çdo seksion. Kemi hesh ato që kanë vdek, kemi hesh ato që nuk janë tonë, kemi hesh ato që kanë shpërfaqësuar parti tjera. Ne kemi rikthy militantët, kemi rikthy njerëzit e nacionalistët, kemi rikthy gjithë. Dhe ato që 3 edhe 3. Por çfarë ndodh? Ju na bini lista paralele tjera. Dhe e keni pas këtë lehet
delete, sepse digjitali tash, delete listën e vjetër, futi listën tonë. O zotëri, si ka mundësi që ju e dini kush është kontributor atje në përgjithësi, për komuna, për fshatra, e dim na, ne jemi njerëz të zgjedhur ne. E dim na kush është kontributor, e dim na kush është antar, e dim na kush ka desertu. E dim na, për kështu ka mundësi ju nga qendra imponon e dyta herë që na bën lista tjera. Rasti im që e tillë, jo vetëm jemi. Javën e funit mbie listën paralele. Unë kisha listë tjetër. Të votu nga kryesia e PD-s dekshme ditë, ndërsa Agron Lokaj bashkëpunim me Minarollin Kishin nuk e bën di listë ka tjetër. dorë Flamonoka, po bashkëpunim me Minarollin bie listë tjetër që kishin njerëz, kishte djem komunistash që jo vetëm që s'kan dhënë votë, as kanë marrë pjesë murtesa. Dhe s'kishim njerëz që vërtet kanë ardhur, njerëz të antarë të vjetër, njerëz që na kanë mbështetur gjithmonë. Pra i kisha njerëz djem komunistash në listë, kisha njerëz edhe vdek. Njerëz që vdek 30 vjet vdek. Unë kisha nëse daje për fat keq ka vdek para 30 vjeç, edhe e kam gjetë listë para 2 muajsh, është katastrofë e madhe. Shiko që janë me listat. Për të habit si ka mundësi qendra, luan me ne degët. Po mirë vlas, kjo për shembull qendra, në një kohë kur votohet Mirdit, ju nuk po themi që është lista që ka bën Vlashi si ishte kandidat, po është një listë e bënë nga kryesia që kërkush nuk e dinte se kush do të kandidonte për kryetar grup seksioni, si ka mundësi që ata e dinë më mirë, ose për çfarë arsye e bëjnë këtë ndërhyrje, për çështje manipulimi apo nuk besojnë ju, nuk e di çfarë shënimi ka. Ai një pyetje që do të bëjmë aty, unë ka bëj aty një pyetje, po nuk e hapën asnjë lloj përgjigje ata. Ato thonë po vetëm e di seksionalizimet, ato na kanë dhënë ne, kupton. Një përgjigje këtë ordinere, këtë justifikuese e komplet që nuk ka lidhje me realitetin. Pra, PD duhet të ketë lista sigurta, duhet të ketë lista që të vënosin vetë antarësia, që vënosin degën për rreth, edhe jo ti fushë dur qendra. Gjë më thjesht në këtë rast. Gjë më thjesht. Ne nuk dimë sa ka. Gjë më thjesht në këtë rast. Kjo lloj loje me lista. A e demoralizon elektoratin? Si jo. Domethënë shumë biles, sepse njerëzit kanë njerëz vërtet qendrështar të PD-s, kanë njerëz që vërtet kanë qenë antar, që njerëz që kanë dhënë protesta me ne. Edhe ku nuk e kanë gjetë vetën ke listat, janë habit, janë zgënjy, edhe thonë Vlash, mos na shoni fjalë më, protesta. Sepse ju më keni më ofendu, keni ofenduar. Unë nuk po them, nuk kam drejt me votu, s'kam drejt më shpreh as për doktorin, as për kryetarin me rrethit, as për antar Gursis. Edhe kjo është gjenerale, edhe duhet kisha marrë fund kjo lloj dyzimi i listës, duhet kisha marrë fund. Urojmë që me kryeshinë e re, urojmë që me stafën e ri që ndërtohet, urojmë që vërtet ka përdiet ky lloj handikapi. Po çfarë? Po. Çfarë? Tash doktori është kujtu që masi të zgjidhet konfirmohet doktori, masi të zgjidhet kryesia e re, të fillojë hapja e PD-s. A kupton, kjo është gafe e madhe strategjike. Zotëri nuk mund të hapet PD-a masi të jenë zaptu strukturat. Masi të zaptu kryesia. Për sa vjen ai tjetër? Për sa vjen ai tjetër? Kur ti nuk jep mundësi kandidimi. Absolutisht. Do të ishte bën nga e para, do të ishte bën hapja e PD-s, hapja ndaj figurave akademike, hapja ndaj diasporës, hapja nga shoqëria civile se ka ngel kemi akoma shoqëri civile pa kapur. Nuk janë kap të gjithë. Ja ka shumica nga Rama, nuk janë të gjithë. Vlash, që bën hapja para. Vlash. Po, urdhë. Në qofsh burr, mos më magjet, unë s'kam arrit me gjet. Mos më magjet një person të botës akademike që nga foltoria, domethënë që u hap supozohet PD-ja për një parti tjetër, edhe supozohet që duhet hapin në botën akademike, se kështu u përfol se do të hapet, që është jashtu radhëve të PD-s, vetëm një person po më gjete, unë nuk e di se çfarë them. Vetëm një, nga këtë Shqipëria, një person të botës akademike të afruan PD edhe të qëndruar se me foltorën u afruan shumë, edhe në fund u lanë me njanë edhe ikët njerëz me unë bile atë marrëkesh se do ja përmend emrin, po nuk do të më marri për kesh. Unë njoh ja kam pasur një intervistë një doktor, një Ilir Allkja. Ai u akuzu nga Rama se ishte si demokrat dhe po i shërbente Berishës kur ishte mjek në spital shtetëror, edhe e shkarkun
është largun nga spitali, në akuzën se je i Berishës, edhe po i shërben Berishës, u afru me Partinë Demokratike faktikisht, edhe nuk gjeti hapësirë fare. Tani, ç'a mund thoshti? Ja, Hapi është kjo. Hapi është kjo. Në fillimet e rithemelimit. Doktori vërtet ngjalli frim. Edhe për këtë ngjalli frim, sepse ndërtoi një front opozitar. Nëse ma men, ka ftu këtë partitë e vogla, po edhe njerëz nga bota akademike, si Shirazi, që ftoi njerëz spikatur nga media, ftoi për shembull profesorë si Lush Shusha, vërtet është profesor i nderuar. Ku e ke Lushin sot? Ftoi njerëz nga media, Shpend Gashin, që vërtet Ku e është ke Shpendin? Ku e ke vërtet- Shpendin sot? Kto edhe ja thanë tavolin doktor, ne kemi ardhur, falenderoj që na ke ftu, po ne kemi idetë tona se si ndërtohet fronti opozitar, si ndërtohet opozita, me çfarë fryme, me çfarë elite. Mirë, po aty e mrapa u bjerë, nuk u vazhdu më, nuk e di pse. Do ta shpjegoj doktorit, do t'ja thonë doktorit, zotëri. Ata Se nuk shpjegoj u unë, vazhdu. Vlash, ata shpjegoj unë. Po, Me lejo tani po kalojmë po ndrojmë rolet. Shiko, në Shqipëria kryu ajo kultura tek njerëzit që në politik pasurohesh. Tani persona në një mënyrë apo në tjetër nuk po e diskutoj se si dhe qysh, por janë më të pasur. Edhe ç'a ban një biznesmen i pasur, fut gruan ose vajzën për t'i dhënë karrierë, për të mbrojtur pasurinë, për të arrit pasurinë. E njëjta gjë, pra këto kanë filluar të fusin njëri tjetrin, domethënë këto që kanë bën nga një dorë lek, se po ta shohësh shumë njerëz aty, për shembull, kanë njerëzit e vet që kanë lek edhe i mbështesin. Edhe me këtë lloj forme këto duhen të bëjnë politikën. Nga PD-ja tani, duke pas se këto kanë një lek e hanë ndonjë gjë, audhën, edhe kanë pranuar. Edhe unë e pata huazue nga dikush, një shprehje Vlash që do të më thosh është e vërtetë apo jo, demokratët e shtyn qerrën në ditët më të vështira, e kur të vjen puna me hyp në qerrët, asnjë demokrat qendror nuk hyp, po hypin këto që s'kishin lidhje me Partinë Demokratike edhe u afruan në fazën finale. Po të qemë edhe te primarët. Pse primarët nuk u respektuan? Apo u respektuan? pikërisht pra ndër arsyet që un kam abstenu para 3 ditësh për doktorin, ka qenë sepse një ndër pika që vërtet doktori ngjalli frym ishte sepse PD-ja duhet vot besoj çdo kandidat për kryetar bashkie, çdo kandidat për deputet. Dhe do respektojnë primarët. Ishte një ide shumë mirë, ide brillante vërtet që në Evropë ka vite që funksionon. Edhe vërtet ishte ndër pikat strategjike, pika vërtet. Po çfarë ndodhi? Ndoshta u respektu për kandidat për kryetar bashkie, po nuk respektu për deputet. Nuk respektu. E çfarë ndodhi? Doktori, sidomos lista e Tiranës që ka qenë skandaloze. Domethënë lista e Tiranës kanë fituar vetëm lista e mbyllur, përveç Jurit dhe Bakut. Pra 12 plus 1 13. Po. Kjo që tepëron, sepse nuk mu futën listën e Tiranës, të futën këtë kryetar partitë vogla. Ti marrë mandat e shyll. Edhe të lënë njerëzit vërtet që fituan primar, të lënë njerëz si Tabakut, të lënë njerëz si Myslim Murrizi, të lënë njerëz si vërtet ishin me mira vota. Ali Mehmeti që harrova i jashta, edhe të merrën mandate të tjerë, edhe ne kemi pa, ato që nuk kanë mandat, ti nuk kanë edhe moral, flasin në parlament, ti ke vure, nuk kanë as lloj morali me fol, nuk u shkon një mrapa, edhe për grup seksioni që dalin media, nuk u shkon një mrapa, s'kan mbështets, ose kanë sa mbështets njerëz të vjetër, por nuk kanë tri me veti, sepse nuk ka afrohet njëri. Kjo është edhe në shakun e Lirës, megjithëse ne jemi shak fitues, prap nuk u respektu. Ose në shakun e Lirës dy deputet dolën nga lista hapur, ndër shashet që ka më shumë nga lista hapur. Në 5 që ka Shqipëri lista hapur, 2 ka shaku e Lirës. Por shaku e Lirës ka një specifik që ka një vim si fitore, ka një visim tash 3 mandate po fitim, po arrisim fitore. Pra vota a tentu të blej edhe kena. Vota ka tentu edhe të manipulohet në këte. Por ai që thot doktori nuk ka shumë e vërtet biçta rreth. Po të kishin qëndru edhe rreth të tjera, Njuk, Shqipërinë mesme. Po të kishin qëndru si puna si militor, si në Shkodër, si në Kuks, si një pjesë ndryshme, në Kavaj edhe në Fushkruj,
do të kishte tjetër shtat PD. Po o kjo Vlad, nuk Vlad. se PD-n e kanë zaptu njerëz që kanë 30 vjeçar, nuk ka Vlash, politik. Nuk ka njëri kur e kanë zaptu strukturat kryesore, i kanë zaptu njerëz 30 vjeçar. Vlash, përveç asaj Vlash, se ne diskutojmë me njerëz gjithmonë, thonë, kryesisht për rrethin e Afirit, po edhe në zona tjera, që shumë njerëz që ishin të nominuar ose të emëruar që të shërbejnë, të punojnë për Partinë Demokratike, kanë punuar më shumë për Belinda Ballukun. Pra atëherë si mund të fitesh ti? Ose si mund të fitesh ti kur në parti, imagjino ta se duhet më japish një farë shpjegimi ose një mendim se kjo është me thënë drejtën, unë kam thënë që PD-ja me mënyrën se si referon, si po punon, unë do të mohat memen, nëse nuk është më akoma. Elisa Spiropali, një ndër personazhet kryesor të kupolës së rilindjes, me kryetare parlamenti, me ministre jashtme, me gjitha pozicionet, domethënë, mas Skënderbeut pothuajse ajo ishte gati e dyta. Burri vet ka qenë me Partinë Demokratike në Fier, pastaj në Tiranë e ka zbulu Myslim Murrizi, nuk po them unë si shpifje. Nuk ka dalë kush me përgënjeshtruas me thana si gjë. Ore, futet një burra një gru, nuk ka në gjatë mund të po bash burri i asaj që ishte armikja kryesore e opozitës, një ndër armiket kryesore, domethënë, që ja mundu jo vetëm ta luftoje, po ta poshtroje Partinë Demokratike, s'pas respekt burrit, me qenë çik ma e matën e mama. Domethënë, si ma shpjegon që ka arrit puna deri aty. Kjo mund të jetë rast sporadik që Rama regjimi ka bler njerëz nga opozita. Blerja njerëz në opozitë është fenomen i njore, nuk është tash. Po ky e ka arrit dozën e blerjes. Edhe rasti i tillë është i tillë. Kjo mund të ketë në shumë zona të jugut, shumë rreth të jugut, si rasti i kësaj. Pra i ka bler, Rama qëllimisht ka bler, sidomos Fier ka, sepse aty është bombardu blerja, sepse ishte Balluku, ishin shumë figurat larta të qeverisë. Dhe kjo fenomen ka ndodhur. Nuk ka ndodhur shumë veri për hir të asaj që thash, për hir të genit, se ne vërtet arrim, gjejmë forcë të reagojmë. Edhe me kostë, ne gjejmë forcë të reagojmë. Nuk ndodh në Shqipërinë e mesme në jug. Depërtimi brenda Partisë Demokratike i aty në njerëzve në momentin që ka zgjedhje, kur afrohet mundësia për pushtet, ndoshta edhe mund të dështosh edhe të humish, po afrimi këtyre njerëzve tregon se këta njerëz nuk janë idealistë dhe nuk i kanë qëndruar Partisë Demokratike në ditë të vështira, ata janë afruar thjesht për profitime. Edhe këto të shesin edhe të blejnë sa herë të duhet. Edhe kjo është sylleshësia e Partisë Demokratike, se nuk kanë treguar syllesh, na duket ne, sepse ai që ja fut aty, ai ja ka dhënë dikujt një diçka, një kock me LP nga vetë kjo Partia Demokratike, që unë kam thënë para zgjedhjeve se Rama mundet apo nuk mundet, nuk e di, por tentohet për ta mundur Ramën me njerëz të ndershëm, me njerëz dinitoz, me njerëz nga bota akademike, me hapje. I kam thënë personalisht në zyrë doktor Berishës, doktor, ke militanta, edhe Rilindja ka militantat e vet, e asnjë nga palë nuk e fiton një palë zgjedhje vetëm me militanta. Ndërmjet jush dhe atyre ekziston një shtres, një elektorat që quhet elektorati gri. Kush arrin ta bindë elektoratin gri, fiton zgjedhjet. Po si bindet elektorati gri? Duke e bën pjesë, sepse Shqipëria është një vend i vogël, një popull i vogël, blash, ne të gjithë i njohim se kush punon e kush nuk punon, kush është i ndershëm dhe kush nuk është i ndershëm. Kur Blash Gjona është i ndershëm dhe e di se ç'shërben, unë shkoj e ka përkraj, them Blash, hajde se më duhesh të kontribuosh. Por më duhesh duke dhënë një qikranësi, jo si këta që shkuan Lushsusa ato që përmendet ti, që shkuan aty e nuk i mori kush në konsiderat, sepse këta din, këta janë të ndershëm, po këta nuk njohin luftën e bryllave, edhe aty ta humbasin. Kështu që prandaj them unë që duhet të bëni analizë Blash, se kur hum disa herë mëson nga gabimet, po aty në PD nuk po mëson kërkush, thjesht po justifikohen se na i vodhi. Ora nuk them se nuk i vodhi, po ti çfarë bëne? Apo jam gabim? Pikërisht pra. Edhe unë jo pa qëllimi kam thënë doktor, afër veti në kryesi, ke shumicën e ish ministrave
ish drejtorëve që kanë humbë bashkë me ty në 12 ramat, Po. dhe si mund të vazhdojnë PD-ja të ketë elitë të tillë humbse të 12 ramat. Ato që vërtet se nëse kim PD ka humbë 12 ramatën, ka humbë jo për doktorin, ka humbë për ato që ekipin që kishte, për abuzimet që shumë, për arrogancën, nosha e përdhën abuzim për korupcion. Ne e dim atë, ne kemi përjetu atë rast. Përveç asaj, edhe rastet të ndryshme kanë dalë gjatë rrugës. Ta thash edhe më parë, shumica atyre që doktori ka afër, i kanë njerëzit për ministri, i kanë punën së bashku me njerëzit e Ramës. Dhe kjo fatkeqësi e madhe që ndodh. Njerëzit në Shqipëri është vend i vogël, në një fshat i Evropës. Dhe gjithë Tiranë e dinë se ku i kanë njerëzit figurat kryesore të opozitës. I kanë njerëzit punësuar për ka 2-3 për ministri. I kanë njerëzit për bashki të mëdha kryesore. Atëherë si mund gjallin frym këto? Pra ne është emergjencë e parazimatike e opozitës që të ndrojë elitën. Nëse doktori është konfirmuar tash, të ndrojë elitën politike, të ndrojë elitën e PD-s. Të ndrojë në urgjente, të ngjallë frym, të rikthehen njerëzit, të krijohet një besim që opozita vërtet ka njerëzri, vërtet na përfaqëson dhe mund të kemi shpresë me rrezull regjimin. Për ndryshe po vazhdo me këtë elitë politike brenda PD-s, me këtë kryesi, unë po them se është pak vështirë, është përzidh përballje me regjimin. Është e vërtet, Vlash, edhe e cekëm vetëm pak edhe aleancat e Partisë Demokratike gjatë rrugës me partitë. Unë kam thënë diçka, që besoj që aleanca më e madhe që mund bënte Partia Demokratike është me njerëzit e vet, me demokrat që i ka lënë rrugëve, ose që kanë hik për një arsye apo një tjetër. Se Ilir Meta kur të lanë rrugë në vitin 2013, kur të lanë rrugën 2013, e mori e përdori Rama në momentin që u bën limon i shtrydhur, kur nuk kishte asnjë lloj force më, e mor Sali Berisha edhe i ka dhënë sa deputet i ka dhënë 2 në Tiranë, nuk e di sa i ka dhënë kanë më në gjithë Shqipërinë, edhe me 5000 vota, ka 2 deputet pak në Tiranë me 5-6.000 vota, ndërkohë me 5-6.000 Myslim Murrizi një armë forte e opozitës është jashta, edhe Ilir Ali Mehmeti me 18.000-19.000 vota, po edhe aja është jashta. Pra, do më thënë, ai mund kishte fituar 2 deputet në votat e atij Ilir Ali Mehmeti, doktorit, edhe por ja u ka dhënë tyne. E njëjta gjë arrin për shkak me bën aleancat me Fredi Belerin, për shkak që ishte, domethënë, shiko, Blash, Fredi Belerin ishte gjithë si njëri negativ, gjithë shqiptarët, dhe shkëshet kërkojsh votën në Greqi, kur gjithë shqiptarët nuk duan me pa Fredi Belerin. Kjo domethënë është një autogol që nuk e di se kush e ban Berisha me ato, ora ndoshta se ka bën Berisha, e kanë bën rrethi që janë aty afër, por mu më ban përshtypje domethënë shumë negative, ose me disa parti me Shpëtimi Drizin. Domethënë Shpëtimi Drizit shet akoma jenë aleancë dhe shet akoma sa ditën e dytë pasi të kesh fituar zgjedhjet. Pra, këto janë aleanca që e kanë diskredituar Partinë Demokratike edhe e kanë detyruar demokratin e njershëm të rrijë larg. Se thon disa, jo po hiket ti, ore shkoj tjetri hapi parti, tjetri hapi, po sa demokrat ke që janë larguar, por rrinë hershje, po nuk kanë krijuar parti. Nuk kanë krijuar parti sepse nuk shitën, po thjesht nuk e gjanë vetën aty sepse nuk ka, domethënë kur ti ma hitet partia jote mbrana, çka kërkon nga Rama ti? Kjo është strategji tjetër e gabueshit doktore se PD-ja do të heqë dorë nga lloji koalicionit të tilla. Për hir të kryetarëve, sepse për hir të kryetarëve që aty në listë mund të jenë 20-30 kryetar opozitar, gjoja. Për hir të aty të falish 10-15 mandate, kjo është gafe madhe, kjo është një lloj vrasje i antarësisë PD-s, një lloj përshmimi, një lloj vënie mresht, si mund ta quajmë. Pra por tash antarësia e PD-s, antarësia nuk beson më çdo lloj karremi, çdo lloj strategjie. Do të heqim dorë nga strategjia me fal mandate. Nuk mund të falësh mandatin që ne fitojmë në mirdit, fitojmë ne në zonat tona dhe ti fal mandatin partive tjera alate. Nuk shkon më. Nuk shkon. Ka një moment stop. Vlash, Milajm Nela po na njeh dhe thot respekt thot për të ftuarin. Vlash Gjoni. Falenderoj doktori, është vërtet vlerë e diasporës, është vlerë botës akademike, i ka dyja doktori, është vërtet është
edhe jo pa qëllime, pa njoft dhe pa njoft, ja kam lakujem këtë doktori, këtë doktor Berisha, këtë Fortoria, jo vetëm ati, po edhe Shpendgashit, Rususat, kam përmen edhe Alizotin, pavarëse Alizoti nuk e di pse, dhe takova keni protesta rradhë që takova zotëri futum gar, e për dhe sheshti, bani një sheshtje, të falënderoj tha që besën, po nuk e di njerëz që janë afër doktorit, edhe vlera si puna Alizotit, vërtet është njëri artikuluar, është njëri vërtet i shtresë për socialit. Edhe është vërtet bindës edhe kur flet në parlament, është ndër të vetmit KPD që të bind kur flet. Të bind, është i vërtet. I artikuluar dhe vërtet e ka nga gen që ndesë. Por nuk e merr kurajnë të kandidojë me doktorin, sepse ka përvojën e kandidimeve të tjera, ato janë pasi si armish marallojt, kanë fillu t'i kthen, t'i lënë hije, dhe këtu e kanë frikën, edhe jo pa qëllim kanë frikë futën në garë. Edhe unë kam thënë, garë do ketë, vetëm kur mo t'jetë doktori. Se këtë lloj garë, këtë lloj partimodik që vërtet është frime doktorit, është vështirë të ketë garë, të futën njerëz si Alizoti, të futën njerëz si edhe Mira Emnela, edhe njerëz si Mysli Morrisi, njerëz si Shpendgashi, por kjo nuk do thotë gjë se ne të vazhdojmë të mbështesim prapë këtë elitë politike. PD-s. Do ketë një moment që do thotë stop. Do ketë një moment që do thotë stop, doktor, stop tashi, vazhdo me atë lloj kryesie, ne do gjejmë zgjidhje. Nosha më vonë do dalë një rrymë re politike, dhe nosha mund të jetë emergjencë. Ja të shohim ngjarjet që ndodhin me kryesinë e re me Këshillin Kombëtar. Do flasim po dal te kjo te zgjedhjet, te konkurruesit, te konkurrenca, te kandidimit. Nëse djet në ato zgjedhje që u detyru të bëjnë referendum, nuk doli dikush të konkuronte Berishën 82 vjeçar. A tregon se politikanë aty janë thjesht burokrat për të përfituar, janë të paaftë, PD nuk arriti të afronte njerëz me kapacitete dhe vlera, apo frika e krijuar se kushdo që kandidon përballë Berishës është armik. Kjo është e dytash. Jo se ka vlera marrë në PD, ka vlera vërtet e jashtëzakonshme, ka edhe figura të re, ka edhe njerëz të ri, pra më pëlqen se është krijuar një brain gain me qenë të ri, të shkolluar, po më duket sepse kanë shenja konformizmi më shumë se duhet. Janë pak konform. Më duket se kanë një lloj civilizmi më shumë se duhet ndaj doktorit. Nuk e di pse, ato janë të shkolluar, ato zgjeta se aty kanë karrierën para. Dhe kam shumë hezitoj të t'i lloj mbështes. Dhe vërtet janë të artikuluar. Po pra, Blash. Pse nuk thon fjalë e lirë? Pse hezitojnë të thonë doktor? Duhet 1 2 3 4, do të stop. Do stop strategji, do të strategji tjetër. Blash. Kjo është fatkeqësi e madhe për elitën politike edhe tre. Për mua Blash. Do të thotë Genci se si është puna me brain gain dhe Dr. Berisha. Dr. Berisha i përdor si fasad, që ne po afrojmë njerëz të ri, edhe këto janë të kënaqur që të jenë një fasad përpara të vjen keq se vërtet janë të shkolluar, janë të artikuluar dhe ti je një student që të lexosh një mësim edhe ta riformulosh ose ta ripërpunosh nesër, nuk do të thotë që je profesor. Profesori duhet japi shpjegime paksa më shumë. Këto në fakt nuk kanë eksperiencë menaxhimi, edhe këto ato mund të jenë aty, por nuk mund të jenë ata të marrin role drejtuese pa menaxhu asnjëherë qoftë edhe një klasë universiteti bjefjala apo një grupim njerëzish. Ata mendojnë se janë gatshëm për deputet, mendojnë se janë gatshëm për kryetar, por nuk e kanë eksperiencën e dur, besoj, sepse të jesh jaftë në kompjuter nuk do të thotë që je jaftë edhe në politikë. Përveç asaj, ndoshta jam kritik, po që nga momenti që kanë kriju, bile thash diku ato nuk kanë bërë asnjë aksion jashtë sallës PD-s, edhe më thot njani, bile mu përgjigj pak si nuk më pëlqej, edhe mban veten njëri s'po ja për menem artist, është një çik me nivel, po nuk ka rëndësi sepse njerëzit në Shqipëri kështu janë bën tani, fillojnë i lëpihen në çdo moment atij të fortit. Edhe më thot mu, pse kujdo të jashtë sallës PD-s, i do ke salla rilindjes? Jo, unë nuk i du jashtë ke salla rilindjes, unë i du në terren, zotni, këto nuk janë njerëz terrenja akoma, Blash. Njëri terrenja është Blash Gjonaj. A kupton?
Aja, ndole po. aja Ndole një është temë një tjetër. ata duhen ndjek. Po njerëzit të rënë, ne u duhemi vetëm për me mushtesin me vota. Po E pra, këtu kemi hapin ne. po pra, tani bim keni tjetër Vlash, se dëgjoj, kush shpjegon dhe kush arsyeton, edhe në rast se nuk bindem, arrit ta pranoj se jam unë i pabinduri, ndërsa ato kanë drejt sepse u mundon me bind edhe me arsyetuar dhe unë mund të bëj ndoshta hapa mrapa. Edhe disa thonë jo po nuk ishte PD-ja, këtë radhë kishte vetëm Berishën, jo po vetëm Berishën. Vlash, Berisha 82 vjeçar siç tham, kur PD-ja sot nuk kishte nit. Si do ta ketë nesër, mas 4 vitesh, kur nuk arrej në 36 vjet nuk arriti të prodhoje një konkurrent. Si do ta prodhoje këto 4 vite e fundit, sepse do të vjen një moment që do duhet një që të dali. Apo jemi në kilometrin e fundit, jo të ardhes në pushtet, po të shkrirës si parti. Se siç e dim, në këtë Evropën lindore janë shkrirë të gjitha partitë, kanë marrë të gjitha partitë e para opozitare, nuk ekzistojnë më. Ashtu mos është fillimi i fundit të Partisë Demokratike, kur nuk arrin me nxjerr një kandidat, edhe përveç asaj Vlash, kishim bërë një bisedë se duhet ta lidh pasaj e diti se si është qellon. 4 vjet që Partia Demokratike është në drejtimin e Sali Berishës edhe nuk ka arrit me kriju atë frymën e nevojshme, edhe ban akoma sikur është në luftë për ekzistencë. Ndërsa në Hungari, ai Magyara, si e kishte Magjar, këtë se si kishte, ai për 2 vjet bani partinë edhe erdhi në pushtet. A nuk ishin 4 vjet të mjaftueshme për të krijuar frymën, për të krijuar ekipin, edhe për Ndole fiks ka jo që desha të artikuloja. Ndole ke partitë që japin frymë, që përcjellin mesazh. Po partitë nuk janë letra, nuk janë statut, nuk janë burokraci. Partitë janë njerëz, individ me vlera. Partitë janë rregulla të qarta. Partitë janë vërtet që japin mesazhe, por që kanë një përpavi politike të qartë. Edhe rasti i Hungarisë u tregu dukshëm, është një lloj shuplake për Shqipërinë, për opozitën shqiptare. Sepse një parti e re 2 vjeçare, ai zotëria Magjar si quhej, jo në terma pejorativ, arriti që të munden një parti që kishte 16 vjet në pushtet, dhe një parti vërtet të fortë, një njeri të fortë që të ardhë nga qendresa që në Nation, Urbanin. Pra e muti për 2 vjet, një parti e re 2 vjeçare, që ngjalli frym, por ndërtoi elitë tre, njerëz pa konsumuar, pa korruptu. Edhe ai kishte, edhe më duket ai ki pas meden kundër ai, siç e ka opozita meden kundër, dhe ai ka pas meden kundër. Por arriti të ndërtoi strategji fituese. Edhe jo fituese, po fitoi me 45% të votave. Pra Partia Demokratike, opozita do të marrë shembull nga opozitarizmi, opozita se si fitojnë në Hungari. Do të marrë si model. Ka modele të plot, po ky është një model i freskët, që do t'i thotë doktorit, o doktor, ja shohim modelin e Hungarisë, se si fitohet opozita, edhe kundër regjimit, edhe ai regjim. Ndoshta nuk ishin për masa të Ramës. Po atë frymë Vlash nuk ta krijon ty Tritan Sheu që i 90-s. Pikërisht pra. Ajo është Tritan Sheu nuk pa, shikoj tash, gafa tjetër, jo gafa, handikapi tjetër që PD ka, është me forumet. Forumi gruas PD-s është katastrofik, jo vetëm në Tiranë, por në çdo rreth. Dhe e ka modelin negativ në çdo rreth. Shish janë 90 ditë në mbledhjen në zgjedhjen e kryesisë tre, mirë ditë. Ndarja e femrave ka qenë e tillë, po ishte skandaloze vërtet, unë kam reagu. Nga ishin 7 femra për të zgjedhë 6, këta në mënyrë automatike. Dhe nga ato femra, 2 ishin motra. Me vetdije kryetari i ri i PD-s, me ditë. Edhe shumica atyre që i dishin motra. Pra e kanë ngushtuar rrethin, tamam modeli i Albana Vokshit. Është vërtet skandaloze forumi. Forumi gruas është skandal vërtet në tan rrethin. Por në ditë ishin rast specifik. Unë nuk e bëna mediatike, nuk e bëna bile për kam fol ke grupi PD-s që ka, grupi WhatsApp-it. Edhe të gjithë më thoshin ke pa të drejtë, po asnjëri s'mund reagote, asnjëri s'mbështeti. Po pra po bret karrierën, Albana Vokshit të bret karrierën tani. Ato 2 motrat, shiko që janë. Ato 2 motra më sa duket janë caktuar që flat që të vinë në kuvend kombëtar. Do vinë 2 motra, edhe nuk mbie me as mos më ka shu fjalë kush as s'kam ftesë.
nuk mund të kenë ftesur, se natyrë rebele, u them vërtetët. Jam aq që i kam thënë doktorit Mershen, e kam kritiku. Jam aq që kam reagu knej. Por ato harren sepse unë jam kryetar i grupsioni, jam dyfish fitues, e kam marrë me 110 vota plus e kam shu 220. Jam kryetar i grupsioni që e kam mësuar nga protesta. Kam bërë 3 ditë burg, kam net një vit e gjysmë ditën e paraqitje. Por edhe si isha ditën e paraqitje, kam shkuar në protestë. Pa nuk kam pas frikë asnjëherë, nuk kam frikë regjimin në asnjë moment. Dhe se kam vazhdoj të qëndroj prap. Por nuk ka një moment që demoralizohesh, ku shef se të fusin brylat, ku shef se të mësyn me të spostu nga çdo lloj hapësire. Atëherë do të reagojmë edhe ne. Do të reagojmë, do të them, do të gjejmë hapësirat e komunikimit. Po pra më Blash, po në momentin, është ajo që thati, ti nuk mund të jesh në kuvend kombëtar, ndoshta sepse ti je rebel. Sa demokratike që nga kjo në një grupin politik, kritika, do më thënë kritika dhe kritikët, kush kritikon PD dhe Berishën masakrohet më zotin. A ka demokracinë parti demokratike apo jo? Kjo fenomen që ka shoqëruar PD për fatkeqësi nga 92. Kjo fenomen mentalitet komunist. Ne nuk jemi nda nga fenomeni komunist. Ne si nda nga mentaliteti komunist përjashtues. Ne nuk jemi nda nga fryma e liderit. Për fatkeq kemi 35 vjet që kemi po atë las politike, po këtë li politike që nuk shakollon dot. Ti je në perëndim e di më mirë se sa unë. Nuk e maqëron dot në perëndim se si ka mundësi të ketë individ në politikë në Shqipëri 35 vjeçar. Nga gjitha krahët. Ose të ketë një parti politike me trashëgimi komuniste që në vitin 41, të formuar nga dy serb. Vazhdon të ndrojë me 3 herë dhe vazhdon të jetë në tregun politik. Është i kthy partia komuniste, partia e punës, partia socialiste. Blash, unë kam aderuar në degën e Partisë Demokratike në Londër, edhe kam qenë kritik derisa u largova sepse kisha një parim. Duke qenë se ne nga një anë e vlerësojmë diasporën, i vlerësojmë demokracitë perëndimore, ku edhe ne supozohet që kemi marrë diçka këtë pak ndoshta nga kultura perëndimore, kam refuzuar që mentaliteti anadollak i politikës shqiptare të bëhet pjesë e politikës tonë në Londër. Kam thënë ne duhet të shohim kulturën perëndimore në Shqipëri dhe kur nuk duhet të pranojmë, sepse ata gjithmonë vënin veten edhe gjithmonë i fuçin hundët, sepse ata duan që edhe në diasporë gjithçka të funksionojë sipas mënyrës që duan ata. Unë me thënë të drejtën e kam refuzuar dhe do ta refuzoja gjithmonë. Tani jemi pak te kritika prap. Blash, çfarë është ky lloj naiviteti, do të thënë të kritikosh je armik dhe i shitur. A kupton? Do të thënë ti që je të kritikuj je armik dhe i shitur, ndërsa hienat që bëjnë pazare ditën janë me PD-n dhe natën me PS-n, fusin thika pas shpine, janë ata që i duan partisë. Si mund, unë nuk gjan do të shpjegim tash, po thon disa që ju mendoni si angleza, si suedeza, nuk e di. Unë shumë arrit të futem në këtë mentalitet në Shqipëri që njerëzit janë kaq naiv saqë ata që janë thot ball për ball, që ai që ta thot për ball është ndihmësi jot më i madh, sa ai ta thot edhe rrin aty nuk hik. Ndërsa këto që thati, i kanë njerëzit të punësuar në shtet, në shtet, këto pastaj janë servila, lëpin, fusin thika mas shpine në mënyrën e vet, edhe partia thot këta na duhen. Si shpjegohet domethënë kaq poshtë kanë rrafë punë, apo janë pazaret që dominojnë jetën politike në të gjitha nivelet? Kjo është e trashëguar pra të thamë nga mentaliteti komunist, o me ne ose kundër. Mentaliteti komunist nuk njeh rrymë të mesme, nuk njeh njerëz vërtet që kanë ide të lira, nuk njeh njerëz që vërtet kanë ide ndryshme, kanë një këndvështrim tjetër vërtetës. E vërteta si mas sistemi komunist, si mas atyre që kanë i mbartin idetë komuniste, është e tillë. Ato thonë vetëm e vërteta jonë është e sigurt. E duhet mbizotroje. Por ato harrojnë sepse ka një vërtet tjetër, ka një këndvështrim tjetër, jo vetëm bardhëzi, po ka edhe kolorit tjetër. Dhe kjo është handikapi më i madh që ndodh në Shqipëri. Edhe për fatkeq, dhe PD-ja është në thundrat e mentaletit komunist. Është e vërtetë. Tani është në thundrat e mentaletit komunist. Dhe doni pani edhe ndër arsyetimet që themun. Duhet një rrymë re, në shemën e PD-s, duhet një elitë re,
që të heqë dorë nga këtë lloj mentaliteti. Të heqë dorë, të vinë njerëz të ri, njerëz vërtet që të kenë vlera perëndimore, nëse aq sa mundën, se Shqipëria është do një 50 vjeçar të dalë mentalitet komunist. Por duhet bën një hap para, edhe hapin para PD-ja e ka në moment, e ka gjatë muajit qershor, e ka në vimësi, vërtet a do të arrihet hapet ndaj brezit të ri, a do të arrihet të hapet ndaj botës akademike, ndaj njerëzve që punonin perëndim, si puna juaj edhe zotit Milaj Mlela, ndaj figurave akademike si Lush Susaj, Shpend Gashi. Vërtet, nëse këto do figura do të afrohen, do gjej formë që të afrohen, atëherë PD ka një shpresë me mbijetu në tregun politik. Përndryshe, unë nuk urrej që vërtet ai që the ti, unë nuk si shka në vendin e Lindës, besoj si PD do mbijetoj edhe me doktorin edhe pa doktorin, do vazhdojmë. Por nosha mbijetesa në opozit nuk vlen. Do ketë ditë më të këqija, sepse antarësia e PD-s, njerëzit më jashtë PD-s, njerëzit gri, pjesa e elektoratit nuk po shef shpresë ke opozita. Nuk po shef shpresë. Nuk ka shpresë doktori më 80 vjeç. Është energjik, ai ka energjinë e duara, ai ka energji, ka ide. Por nuk mjafton ideja e doktorit, energjia e doktorit. Ka një të kaluar mrapa, pozitive, negative, ka drejtësitë e veta. Edhe njerëzit e thjesht duan një figurë 3, duan një imazh 3. Po pra, se këtë njerëzit tani, këto militantat thonë që po iku Berisha që ka 300.000 vota, e të vjen një tjetër, po supozohet që po iku Berisha, aty janë militant, aty janë të Partisë Demokratike, nuk janë biç Berisha nuk t'i marrin me veti të shpëja për darkë. Pra nuk mund ta themi që ta marrin Berishën se ka 300.000, jo, Berisha edhe mund të hiki, domethënë edhe ato të njenin aty, se nuk po themi ne, se nuk atë e shkarku kush Berishën, nuk atë e vra kush Berishën, nuk atë ja heq kush të drejtën Berishës. Por ka një cikël që ai cikli dikur përfundon. Edhe Vlash, ajo që mu me neverit, me thënë drejtën, edhe me vret shpresën, mu si individ, ndoshta jam gabim, njerëzit edhe me ndjekin, edhe e përqafojnë mendimin tim, por edhe me kritikojnë sa më kanë qenë edhe ose psikopat, ose me emisione. Kam një si punë patronazhiste nga këto PD-s që më sulmon vazhdimisht. E përshëndes Regina Max, një emër falso ka, po e përshëndes kudo qoftë, nëse do më u bë edhe ajo faktor i rëndësishëm. Vlash, më thonë Vlash, më thonë Vlash, më thonë Vlash, për shembull, nuk e di, Bledi, Vlash am një gjon. Po, nuk e di, a një gjon zona tjetër ti? Po, edhe një gjë, kanë deferuar dikush. Edhe ftuara jon, besoj se është shumë emocionuar. Sepse sot ju ka interferuar një radio tjetër, po prezantojmë një Jo, është e jona, një grua, një vajzë, një bish shqiptare që punon në diasporë. Sot kemi zgjedhur të prezantojmë pikërisht figurën e një gruaje shqiptare që ka arritur të ndërtojë një identitet. Nuk e di pse na hyni ne ajo tani, nuk e di. Ndoshta keni hapësirën. Dhe duke u bërë për lidhje pak me regjin brenda dhe jashtë vendit. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranove ftesën tonë, Sonilda Hoti. Faleminderit ty, Mariana. Nëse më duket se e morën vesh se ishte një gabim teknik, nuk e di se si ndodhi kjo punë. Po, Vlash, ajo që doja të thoja une, që me thanë drejtën maneverit i Orzotni, edhe themore, ka që poshtë ka niveli shqiptarve, me ca justifikime këtë banale. Njerëzit futen në betej Orzotni, futen në betej 100%, edhe pa frikë, ai që do të me bëhen betej. Thonë, nuk e pranum Salianin, që Unë kur nuk jam dakord që Partia Demokratike të konkuronte Salianin me Remen apo Balliun apo disa të tjerë, sepse këto nuk kanë nivel, që të konkurosh, duhet të kesh projekt. Duhet të jesh largpamës, duhet të jesh politikan, jo thjesht dish me sha, se me ditë me sha e mora partinë, po si do të hesish si na shapi radhës. Nëse po mënyra se si thonë këto,
ai mund të ishte një mënyrë për shembull ndoshta e zam për t'i ekzekutuar politikisht vetë demokratët po të kishin hyrë, po prapë se prapë unë nuk jam dakord me kandidimin e atyne, unë në fakt nuk jam dakord edhe me këta që a kriju një klim myt se që gjithsekush ose askush nuk ka guximi konkurroje brenda Berishës, pastaj puna që edhe Meremja që po ta njofish Meremën çam kanë thënë për Meremën, a kupton, ajo besoj që edhe në borë Partisë Demokratike më kanë frikë se duket se ja prish imazhin. Po dhe më thonë për Salianin, shihet të çam thonë për Salianin. Po më imagjinoje thot sikur të ishte kandidaturë Saliani edhe mafia thotë kishte ndërhyr në votimet brenda Partisë Demokratike. Tash te pyetja ime Vlash është kjo. Pse ka mundësi kur ti ke frikë mafjen e Salianit, nëse e ka, se unë nuk flas me kompetencë, më thënë mafia Salianit, po përcjell një fjalë dikujt tjetër se unë nuk e njoh. Salianin a ka apo s'ka mafje, se s'kam në njohje direkte me ata. Ti nëse ke frikë sot nga mafia Salianit dhe s'bën dot zgjedhje brenda partisë, si do të përballesh mas 4 vitesh me mafjen e Edi Ramës në zgjedhje? Çfarë kapaciteti ke, çfarë force ke? Edhe do thoya edhe një diçka tjetër. Saliani burri mirë ose burri keq? Nuk jam unë këtu as për ta shoh, as për ta por disa akuza që gjithsekush që thot një fjalë për Partinë Demokratike, akuza politike mund të ketë, por akuza që ke lidhje me krimin në kokur e ke pas deri dieti, do të thotë që ti e ke ditë që i ka ato lidhje edhe përpara edhe e ke pranuar apo se ke ditë, nuk e di. Por du me thanë që denigrimi që i ban Partia Demokratike sot, çdo zoni kundër, çdo njeriu që del kundër se thot një fjalë, pa shoh akoma thjesht kritik, kjo më thënë drejtën me le shumë për të dyshuar. Po rrim këtu, si mund të hyjë Partia Demokratike në zgjedhje me Ramën nesër, mund të ketë zgjedhje parakoshme, kur ka frikë mafjen ose Salianin, se thash, nëse se pranon Salianin, sepse nuk e meriton, nëse nuk ka drejt, ose ai vetë përjashtuaj, po i pranim gjitha, por që kesh frikë sepse po manipulon zgjedhjet brenda shtëpisë tane, atëherë çfarë guximi keti me hyrë nesër me Edi Ramën përballë në zgjedhje? Ja, unë mendoj sepse pjesa më e madhe e fjalorit që ka shekulluar për kundër Salianit është fjalor denigrues. Fjalor denigrues është i entourage-it afër doktorit. Entourage afër doktorit për ta pastruar rrugën doktorit. Nxjerrin fjalor të tillë sepse ai është pjesë e krimit, ai është pjesë e bandave të Elbasanit, e ka mbështetjen e parçelisë ndërshum atë i moshëm me njerëz të kryetarëve të bashkive të PS-s më përreth. Është mund të ketë diçka të vërtetë sepse mund t'i mushin sallën, por ai nuk është e vërtetë, s'marr me tjetër vërtetë se ai vërtet bashkëpunon me krimin. Po këto janë akuza që hidhen vazhdimisht kur përdoja kur ka kriza të tilla. Dhe kjo është gafa më e madhe që ndodh. Dhe habit doktori si pse bie pre e helorit të flamunokës e njerëzve të afërt të tij. Se edhe mund Matematika e ka psu nga lloj fjalori. Sepse do vini një moment që Saliani do të afrohet. Se ne kemi përvojë të tillë. Po. Ne kemi përvojë nga 92-96, kemi përvojë 97-2000, kemi përvojë 2005 në Rama. Ka dhënë eksponent kundër doktorit, janë rikthy prapë, i ka futur ndista, do vini një moment që Saliani do të afrohet prapë ke PD. Ora Saliani jo me doktorin, pa doktorin do afrohet. Ku ngeli fjalori i ashpër ndaj tij? Ku ngeli? Pra unë mendoj që etiketimi e tilla, ky është to kanë ndukur kundër doktorit, etikohet si njëri i lidhur me krimin, si njëri që mosh sallën me njerëz të regjimit, mendoj se do të anashkalu. Unë nuk jam për atë lloj fjalori, nuk jam për denigruar asnjë, ato kanë vlerat e veta, gjithë kanë vlera demokracie, gjithë do të kishin hyrë në garë, pse mund të ishin në garë? Balliu, Alicia Balliu, pse mund të ishte Salani, pse mund të ishte Kokalari? Është antarësia që seleksionon me votë. Nëse vërtet është se nuk ka figurë përbashkuese, nuk ka një program, s'ka një projekt, s'ka një trashëgimi, nuk ka menaxhuar si sektor më PD, s'ka menaxhuar një grup social. E skualifikohet antarësia vet. Nuk kishte pse PD të bote që lloj seleksionimi pa drejt. Terren të ishin garë të gjithë. Nosha duke qenë garë të lirë, nosha kishin dalë figura tjera potente më PD-s. Pra është një ngërç që ka kriju. Ky ngërç nosha me daljen e këtyre figurave, hyrjen këtyre në garë, do të kishin dalë figura tjera më potente të ishin fut në garë. Unë mendoj se do të ishte zgjidh ngërçi. Kjo është.
Po pra, tani Vlash jemi gati drejt fundit, po ne duhet të cekim pak bashk Po, nga fundi se u pa Shqipëria. Kam marrë pjesë në disa protesta apo foltore ku do të diun Partisë Demokratike dhe si diasporist, si njeri i diasporës më kanë prit me shumë entuziazëm i jashtëzakonshëm dhe me shumë shpresë. Partia Demokratike Partia Demokratike trumbentonte me të madhe se diaspora ose shumë demokrat janë larguar nga Shqipëria nga viti 2013 mrapa nga terrori i partisë në pushtet i sektit rilindjes. Pra besoj se në diasporë ka demokrat, ka njerëz me potencial e thonë dhe vetë PD-ja të fuqishëm dhe kemi nevojë për diasporën. Po kur erdhi puna me u marrë me diasporën, na vishin ca eksponent të Partisë Demokratike, deputet dhe kandidat për deputet, duke na thënë ne që ju dham drejtën e votës, a thunë na dhanë bukë me hëngër apo na dhanë ndonjë liri të drejtën e votës, unë se du fare zotni, kur s'kam të drejtë votohem. Pra ato do më thënë që ja u dham të drejtën tani keni mundësi me na zgjedh ne. Ndërsa ne të tjerë thjesht drejtën e votës, domethënë në kuptimin në një farë kuptimin këtë ofendues, domethënë që ti mund të më zgjedhësh mua po desh tash, ta kemi thënë këtë drejt, por që ke drejt të zgjidhesh, edhe më thonë shumë kush nga kritika që bëjnë, pse nuk erdhe, pse nuk vjen, pse nuk do me mat forcën, partia nuk funksionon shumë. Kështu. Edhe pastaj Partia Demokratike e vën në presion diasporën dhe shumë njerëz i thotë, zotni ke numra hajde. Po jo më zotni, se numrat nuk janë thjesht matematik. Unë kam 50 vet, edhe thom erdha. Jo, unë nuk vi për ato 50.000 të shokë që kam unë. A 60, a 100, a 1000 që mund të ketë, supozohem se jam në i burë që ju jap kafe dujan si kam baj një rafër. Unë vi, kur them unë nuk në kuptoj vetën time si gens, po çdo njëri nga diaspora, ose edhe brenda Shqipërisë, nga akademikët, nga fusha akademike, apo ku ta di une, ata vinë që kryejnë frymën, pastaj njerëzit, se ne nëse arrim që njerëzit t'i kapim në këtë formë, me kafe, me gjona, ai tjetri sot të vje, po nesër hik të tjetri, si jep kafen, jep 2 kafe, ja jep me gjithuj kafen. Pra nuk krijohen kështu numrat krijohen rrallpart duke marrë njerëzit, sepse ka njerëz që s'kan numra, por ama arrin me kriju frymë, sepse për shembull Londër një biznesmen i madh që ka zam 100 vet në punë, edhe ato kanë edhe nga një shok bën 200, ato kanë nga një shok bën 300, pra i vjen ndoshta që ty me 500 vet, edhe unë ndoshta s'ka mundsi me prum 5. Por kur merr ata, thoshive thot a e bleu postin me lek ose i ka marrë me lek, ndërsa kur merr kur them mu një idealist, thonë, ja shef bukur, ka shpresë se aty gjëra do të bëhen sepse ai e njohim, është burr i mirë, është idealist, është i ndërgjegjshëm, pra në këtë aspekt më duket se për të fryrës edhe pompozitetit që këto bashin e jepshin opozitës, asaj diasporës, në fund mua më duk se e ignoron fare. A mendon se duhet ishte një qasje ndryshe edhe një vlerësim ndryshe ndaj diasporës? Po, unë kam pa qëllim me pata thënë doktorit ke foltore se vërtet duhen afro njerëz nga diaspora, sepse ju përveç se keni edhe ekonomi, nuk keni njerëz vërtet që për nuk shiti kaq lirë, nuk shiti për asgjë gjë. Po keni një vlerë humane njerëzore, jeni patriot, e keni dëshmuar vimsi, bile ti e ke dëshmu ti dhe njerëz tjerë, e keni dëshmu kur doktori ishte izoluar 330 ditë poshtë balkonit. Ti ke nga Londra 3-4 herë. Ti ke nga Londra 3-4 herë dhe ke mbështet doktorin, ke mbështet kauzat e tija. Ke mbështet vërtet. Ke kontribuar që doktori vërtet është izoluar padrejtisht nga spaku. Është izoluar padrejtisht, ka në gradën padrejtisht të lobu nga njerëz të regjimit nga Rama. Pra ti e ke ndihmu doktorin, ti ke dhënë kontribut vërtet. Fisnik, ti edhe Milaj Mnela edhe figura tjera nga diaspora, keni qenë vërtet kontributor. Po shëndodh, moment kjo lloj qasje u la në harrese, u la anësh pikërisht nga njerëzit që janë afër doktorit, se po të ishit afru figura tilla nga diaspora. Ato njëshin të frustruar, njësi sikur u la në bal, njësi sikur digjoshin në minerancë. Dhe qëllimisht u kanë anashkaluar në fushatën zgjedhore, u anashkaluar ke lobimi që bën në Evropë. Por unë kam thënë Flamunokës kur para një viti gjysh. I thash kur me ato ligjin për votim diasporës, unë kam qenë kundër. Se kam qenë kundër, sepse unë e kam parashikuar që regjimi
do të blej çdo lloj kompanie ndërkombëtare postare. Unë i thash Murnokës në Roshen, zotëri, si ka mos i dhat konces me Partisë Socialiste, kur ky zotëria ka ble FBI-n amerikane. Ky ka bler njës FBI-s të rëndësishëm. Si nuk blen ky një kompani postare. Private, Si ka mundësi? Edhe fiks ajo që thashun, prognoza që thashun dole vërtet. Bleu kompaninë ndërkombëtare të DHL-s, e bleu edhe ka nxjerr PD me 0 vota, pothuajse me 0 vota në Greqi, me shumë pak në Itali, nuk e di në Londër, nuk ka informacion. Por ishte një gaf tjetër, një autogol tjetër i strategjisë doktorit. Edhe tani ne akuzojnë diasporën, thonë nga një anë thonë i votat Rama, nga ana tjetër kur duhen me nash profil, thonë u pa puna juaj në votime se si dole. Nuk kam dyshim diaspora ka qenë vërtet se ka qenë se si ka mos i diaspora të mos reagojë kundër regjimit. Vetëm një fakt që unë kam përdor fushat, e kam përdor tun njerëzit e mirë gjithkohon. Zotëri, si ka mos i që ju të imagjinoni do të keni idenë mi dhanë votë regjimit. Regjimi që post tjerave, jo vetëm që u lagu, po ka zhvlerësu erën. Ka zhvlerësuar në mënyrë 30%, 20%. Nëse ti zotëri bjen 1.000 euro në Shqipëri, 300 euro ti ka zhvlerësu regjimi, Rama. Nëse ti bje 2.000 euro, të ka zhvlerësu me shumë. Pra, vetëm ky koncept zhvlerësimi erës, do të kishte bërë që këtë diaspora të kishin votu kundër Ramës gjithë. Në fakt ato mund të kenë votu, nuk e vend dyshim. Por numërimi përmes poshës, numërimi me DHL-s, që unë dëshiroj se janë ble totalisht, janë rozafat rrugës, ka qenë një lloj autogoli, një lloj miopie e strukturat i drejtuesve të PD-s, se si kanë besuar një gjë të tillë. Dhe bën ato gol. Unë me që më përfund do të them diçka tjetër, që unë thash aty që e kam thënë vazhdimisht, po vazhdo ta them. Një ndër gafat që ka bë doktori janë marrëveshje që ka bë para zgjedhjeve 2024 për kodin zgjedhor. Partia Socialiste ka 52% të votave, duhet të ketë 73 mandate. Çfarë ndodh? Ka 83 mandate, ka 10 mandate më tepër se përqindja e votave fituar. Pse i ka? I ka nga gabimi trashanik i doktorit edhe Bylik Bashit. Po pra, po Bylik Bashi aty ka prap, aty ka 20 vjet të negociu me Damian Çiknurin. Negocion me ata që është akuzu për nga spaku jo pa akuzu si hajdut votash, si blerë votash. Me dosje, përmet. Dhe pas pikë trupi negocion me Damian Çiknurin. A kupton? Pra është një lloj, edhe në fund bën edhe marrëveshje. Marrëveshje që e firmosin vetë. Po e firmosin vetë edhe e qajnë pastaj vetë sikur na e votën. Tani me qenë si e ke kjo, me qenë si jemi ke kjo pikë, po kthen edhe një herë mbrapsht që kemi nga diaspora, ai votimi për avokatin e popullit, domethënë, nuk ka të jesh deputet Kleviz Balliu, a shef organizimi më duket në Partinë Demokratike, një ndër persona që del në pak kur e shohim në video, në fotografi ta merr mend se ky do të jetë lider i arshëm, arrin e më thot kolegja që firmos këtu. Domethënë si ka mundsi një deputet të shojë një firmë, edhe pastrusja më aqu një letër për ta firmos, do ta lexojë një herë se çfarë është, edhe justifikohet, thot ma prun kolegja ime, thot Ina Zhupa, thot edhe më tha firmose. Domethënë ai ishte një loj e një niveli këtë banal zgjedhja, se pastaj thot nuk ka dhash votat une, po ti e shove në votim, ti e kishe mundësi të mos a shove në votim. Gens, me deputetet që i ke dhënë mandatin, me deputetet e listës, që ti i vendos aty në mënyrë pa drejt, i vendos në mënyrë të pa përvajsuar, jo nga vota e primarëve. Me ato kryesia bën çfarë doje. Me ato bën ato që bëni me ata avokatët e popullit. Ishin ndër gafat më mëdhenj që ka bërë PD-ja, nga gafat, por që ka lënë zhurmë, për negativitet. Po pra, për marrëveshje. Për marrëveshje të fshehta, nuk ka marrë vetëm marrëveshje. Është marrëveshja, pra thashë kodit zgjedhor. Është kjo marrëveshje, është marrëveshje për amnistin fiskale që një gaf tjetër që dhan opozita për amnistin fiskale, që edhe gafa tjetër pra për rregulloren që kanë bërë pra Çadish. Edhe gafa tjetër që vazhdojnë të votojnë çdo rezolute që Rama bën për integrimin. Është një lloj talli me ne. Është vërtet talli, është qesharake. Si mund të votohet, ja shkruajta doktorit,
që nuk e di e ke vure e ti besoj, Po, e kam bërë publike pak sa, që ke fasha vetë doktorit para I jave, kur që live, I shkujta, doktor, a do ishe mirë që votën për integrim, votën për rezolutën për integrimin, ta ke shkurzu për mazhrancën, në që të hishte mandatin e Ballukës. Pa pikë tupri, me se e riktheva pyetjen, zonja Frena Gara nuk denjoi ta lexote pyetjen doktorit. Nuk faqe doktorin. Faqson ato që menaxhin fashën, se fashën doktorit nuk e ka doktori. E Po, ka mirë, mund mund ta ketë mund ta ketë Frena Gara. Po që si ka mos I seleksiono pyetje, si ka mos I nuk më lexo pyetjen time ti ai zonja. Me shëndet nuk lexo pyetjen time. Flash me nxorën një pyetje që e kisha në plan, nuk e kisha në plan për ta bën faktikisht, po duhet bën. Si ka mundësi që këto demokrat, po themi se çyn këto demokrat të klasit të tjerë, të klasit më të lartë. Në çdo biseda private që bëjmë, nuk lën gjap ma thënë për Almana Vokshën, për Flamur Nokën, për Ed Palokën, për ku ta diun që kush është për Klevis Balliun, për Jurita Tabakun për Kret, edhe si ka mundësi Gazmend Bardhin, edhe si ka mundësi tani që për këto kur nuk pas ka faj doktori, pas në faj këto I ka marrë aty në ime, apo janë me bekimin e doktorit. Ajo është pra, se doktorin si mund ta kanë pa përgjegjësinë në këtë rast? Absolutisht. Ka përgjegjësinë e vet, se edhe forma edhe një lider vlerësohet edhe forma si zgjedh stafin. Forma si zgjedh stafin. Çfarë njerëzish kanë? A me styll korrozore, pas të gromëzore, zgjedh njerëz që binin apo njerëz që kanë ide. Dhe kjo është sfidë e madhe e ndërtimit një leadershipi. Tash doktori nuk mund të vazhdojë me gjithë rrugë. Nuk vlen më tash, nuk vlen. Antarësia e PD-s nuk ka mos I diku, nuk vetëm rresht më. Nuk vend rresht. Nuk afrohen. Po protestat. Protestat janë birr. I vetëm pa ato që I thashën doktorit në Roshen. Sepse këto lloj protestash janë para të modë doktor. Nuk ka protestë kjo, nuk ka qendres. Unë I kam sugjeruar doktor, hajde bllokojmë akset kombëtare. Hajde bllokojmë ne Mirdit, bllokojmë ne Kuksi, bllokojmë aksin tu në Roshen. Shkodra Lesha bllokon aksin tjetër. Durrësi anej. Elbasani ka tjetër. Bllokon aksin më 1 orë, 2 më shenë para mruse. Në mënyrë pa mbarim, pra ka forma sa dush proteste. Më ka thënë po, ke drejt. Po. Ka thënë drejt, po shoh se nuk po shkon strategjia dur. Dhe kjo lloj strategjie protestesh shkëm 1 orë, 2. Tash I kanë shtu sa Molotov, po nuk ndryshon gjë. Molotovin unë e di se Molotovi është një lloj formë presioni e rritur, një lloj formë presioni, po nuk na shon kurkundi. Nuk ka problem Rama se po shëm zet Molotovna. Hekim ke shtëpia. Jo, është nuk vërtet. Nuk vjen regjimi me zet Molotova, nuk vjen regjimi se po ne po djegim një kazan plus. Po, unë kam thënë, duhet protesta si në Francë, si në Greqi, si në Gjermani. A kemi mundësi me bë protesta tilla? Jo. Atëherë ha bën protestë paqësore si çdo doktori. Revolucion paqësor. Atëherë revolucion ka bllokimi I akseve kombëtare një lloj forme. Hajde shkojmë ka një lloj strategjie. Po duhet lëvizim diçka ndryshe. E diçka ndryshe ndikon negativisht në frymën e opozitës edhe pompoziteti, se kur dëgjesh doktorin për shembull 2 ditë para protestës, është protesta më e madhe që ka pa ndonjëherë Shqipëria, është protesta këtu, do ta harxojmë Ramën, në fund protesta bëhen si më janë të shkuar thjesht aty për para institutit për me pi kafe. Edhe pastaj njerëzit lodhen, domethënë, s'u ka marr pjesë protestë, njerëzit shkojnë me entuziazëm për të bën diçka, në fund është vetë kryesia, vetë ato që bajnë agjendën që largohen, sepse nuk rrin dot më se lodhen, edhe nuk rrin dot më, do të më shkojnë me pi kafe. Po njerëzit demoralizohen, besoj, fjalët e mëdha e punët e vogla, është një kontradiktë e madhe. Pikërisht, edhe kjo ka ndodhur. Vërtet, sa më kohë të avancu, aq më pak njerëz në protestë. Është ajo që thaj ti. Domethënë njerëzit nuk vinë më tash, nuk vinë më vetëm për menaxhu 3-4 folsa, 3-4 lektor. Njerëzit vjen vërtet nëse vërtet ne arrim të ndryshojmë diçka. Arrim të imponojmë regjimit. Regjimit nuk I imponojmë me 1 orë, 2 miting. Ne I imponojmë regjimit duke qenë fort, duke ne aty me orë tona, duke rrethu kryeministrinë, duke ne me orar, me rradh, me rrethe, 1000 vet, 2000 vet, 5000 vet, po duke qenë më sa duket ato janë në mënyrë komode, morën 4-5 euro. Edhe si deputet,
I kanë 20 vetë punëson për ministri dhe janë rregull, nuk kanë lloj hallin tonë, nuk kanë, më sa duket, nuk duan me ardhë në pushtet, nuk duan me rrezu regjimin. Janë më mirë në çat formë janë. Atëherë preshin radhën një mandat 2, 3, 4, 5 deri këtë vijë rradha. Po kjo nuk vazhdon më. Kjo nuk mund vazhdojë në mënyrë të pafund. Ka një moment që do ketë nevojë ndoshta për rrymë të re politike. Urojmë që PD të ketë të reflektojë sa më shpejt. Por ndryshe një rrymë e re politike është emergjencë kombëtare. Vlash, unë përdor si barometër matës, për shembull disa njerëz në Facebook, nëse nuk më njeh kush në Facebook, unë jam një hiç, nuk jam dikushi. Por nëse ti je në nivelin më të lartë të politikës së partisë opozitare, të Partisë Demokratike, tani s'po ja përmend emrat më sepse u lodha dhe unë duket sikur po njerëz të nivelit të lartë afër Beshës, shumë lart, kur them shumë lart, deputet, nën kryetar partie, kryetar forumesh, ka deputet Partisë Demokratike që me post të lartë në Partinë Demokratike, që kur ban një status, në 100 komente 101 janë negative. Tjetër, për shembull, po bën një status, një copy paste ose nga inteligjenca artificiale, bën një fotografi diku në Evropë dhe e paraqesin sikur kanë bën namin, edhe i shoh nuk kanë as komente, as mbështetje fare. Kur një person, se supozohet që ti si person e krijon një farfryme, kur të krijosh një farfryme, ke edhe ndjekje, njerëzit kur të ndjekin edhe marrin pjesë në debat. As komente ose komente kretë negative. Do të thoshti se thon, unë duket se do të ishin bë avokat i mirë, po të ishin bë avokat, po nuk u shkova në shkollë për avokat. Edhe më pëlqen ta bëj avokat nganjëherë. Se thon këto, jo po janë hedh patronazhistat në sulm. Ora jam shumë dakord. Ishin komente nga patronazhistët, po 100 tjera si përgjigjen nga mbështetët si këtu, ku i keti. Pra, o Vlash, si do të japi dikush votën ty? Si do të japi dikush votën ty, kur ty nuk të jep një like? A bëhet politika me like? Jo, por rrjetet sociale janë një armë e fuqishme e përcjelljes frymës për të bërë politikë. Unë kam arrit si person, nuk du më shitmen, po kam arrit si person në statusit e mia të marrë dhe në 380.000 views. Edhe komente plot, a kam marrë negative? Kam marrë. Po pjesa më e madhe kanë qenë mbështetëse edhe pozitive. Pra, ti nëse je njëri publik, por nëse edhe publiku ti njëron, ti për mua zotni, ti duhet nalesh, duhet hapish krahun aty ku ta lejon rregullore, se do të nalesh kishte gjate, po sa të gjash një xhep, një vend aty, bap duhet nalesh edhe thosh zotni, unë kaq e pata. Këto nuk e kuptoj, nuk e thot kush, se kanë problem, se janë rregull, nuk e di. Po politik me këto njerëz Vlash nuk bëhet. Frym me këto njerëz nuk krijohet. Nuk e di çfarë thotë. Nëse jam gabim, se jam në Evropë, i shih një gjë ndryshe, i keni këtë leta. Jo më zotni, kur s'kryo frym ti, marrë puna. Me lek të ble Rama, me mafje të myt Rama, me vend punë të ble Rama, atëherë ku ka ngel? Ka ngel fryma. Kush e kryen frymën? Nuk e kryen lekun, nuk kryen frym. Lekut mashtron, nuk kryen frym. Lekut ble. Frym jo. Frym e kryen njerëzit nga bota akademike, njerëz intelektual, njerëz idealista, se nuk do të jenë gjithë akademik. Por këto idealista edhe njerëzit populli e ndjek atë tjetrin kur është njëri për të ndjek. Po kur ti vën kryet dikujt një pozicioni, një person që nuk e ndjek kush, atëherë ti thoni po ne shqiptar duhet të janë gjithë part. Jo Vlash, nuk duhet të janë gjithë part, se edhe ti e njek një më të mirë se vetën, po ata që ama i kesh se vetja, s'ke si me njek. Prandaj duhet meritokracia në politikë që më të mirën e njekin gjithë. Vlash e fundit o Vlash, se u zgjatën shumë, kandidove për kryetar të Partisë Demokratike në grup seksionin Prosekut aty Kthella apo si quhet ai. Kthellës aty. Tani ishte fitues në zgjedhje, do të thënë ju fituat. Isha përballë me regjimin. Po. Isha dyfish fitu. Po pra, isha marrë mandat, se unë i vite gjysh kisha në opozicioni. Po. Isha marrë mandat sa të orë. Po. Por shprish punë ku ka zgjidhur në shkallë kombëtare i 2 të pranësh edhe çongime në mandatit. Isha vërtet
organizatori 2-3 protesta në terren tu, pavarësisht tjetër gjë ajo protesta në shkallë kombëtare që nuk kam marrë protestë pa marrë pjesë. Edhe sa tokë një gjyqë. Kam artikulu fort se ky regjim do të dorëzohet me gjëkur sepse në terren nuk ka si rezultat. Nuk ka si rezultat, nuk ka bërë si gjë, e ka baktis fshatin, e ka baktis terrenin, e ka shpopullu zonën tonë dhe ky s'meriton asnjë votë. Dhe kemi arrit fshatin Prosek, që fshati më i madh. E kemi shit kandidat në regjimit që është pranvera Skana, është zëvës ministre, e ka shpërblyr Rama. E kemi shit në vend tretë, në cilin zonë kandidati i regjimit i Ramës ka dalë në vend tretë. Përveç në Prosek. Është në vend tretë. Po, ndërsa në deg dhe Partisë Demokratike në rrethe, të gjitha ata që humën u rikonfirmuan, apo jo? Absolutisht. Dhe çfarë ndodh? Patni megjithëse këto rezultate kisha unë, por njerëzit e PD-s qendrës të rrethit. Po duke abuzuar me shprehjen që Flamur Noka do ta largoje, nuk e do Flamur Noka vlerësonin për hapur një forum kundër meje. Po. Lutje me lista paralele. Kupton? Po. Lutje me lista paralele. Arritën bën skema të tilla në mënyrë tamam si skuntha, si metoda komuniste. E kupton? Po. Dhe më rëzduan me njerëz që vërtet kishin mbështetës. Nuk ai që më ka zëvendësu i fisjemi. As ka artikulimin tem, as ka qendresën teme, as ka shkollimin apse që kam unë. Po. As ka korajën teme, si ka asnjë ato. Po, e do të Flamur Noka. Duke mos fletë ti poshtë, sepse tu ka një tjetër gjë, ka një specifik tjetër me tjetër, se ka bashkinë. PD ka bashkinë. Po. Por çfarë ndodh? Meqenëse kemi bashkinë, prap PD nuk ka e fortë sa duhet jetë. Sepse duke qenë bashkinë ne do kemi avantazh më të mëdha. Por PD-ja do të ryejë njerëzit e terrenit. Do të ryejë njerëzit që janë kritik, do të ryejë njerëzit që kanë vlera në terren. E tha bukur ti, PD si duan njerëzit e terrenit, po i duan njerëzit edhe aty që kanë akses në rrjetet sociale. Pra, të dy maca janë domosdoshëm. Njerëz të terrenit që bëjnë vota, njerëz që vërtet i kanë kurajë, njerëz që nuk kanë prapavi korrupsioni mbrapa. Shumë pra ne jam i fortë në vota, i fortë në terren, sepse nuk mund të thotë kurkush nga rrjetën time që i kam marrë qoftë 2000 lekë dikuj. Pozicione që kam pas në komunë, bashki. Dhe kjo është pra vlera që kam unë, dhe kjo është vlera që kanë njerëz të terrenit, si puna eme, njerëz vërtet qendrështar, që nuk kanë përpavi korrupsion mbrapa. Pra ne elitës PD-s qendrës nuk u shko njëri mbrapa, nuk u shko as në rrjetet sociale, nuk janë as në terren. Pra ne i duhet me çdo PD-ja të kthehet njerëzve që kanë vlera, të kthehet njerëzve që vërtet janë të artikulu, po edhe nuk janë pa korruptu, që janë vërtet edhe jo konformist. Unë va them edhe Brexit 3, sa më pak konformizëm, sa më pak servilizëm. Thoni fjalën e lirë kudo, në lagje, në katon, në njësi, në bashki, thoni fjalën e lirë. Themi fjalën e lirë, nga fjala e lirë nuk humbet kush, fiton nga fjala e lirë. Nga ideja që ka gjithkush ka idetë e veta, gjithkur do t'i thotë, mana llojit, jashtë llojit. Pra, njerëz të tillë ka nevojë dhe e shin para një vend. Evropa e Amerika janë zhvilluar nga njerëz me kurajos, janë zhvilluar nga njerëz që kanë pas ide, kanë përcjell frym, kanë përcjell mesazh. Blash, në muhabete Blash se zgjatëm pak sa, jemi drejt fundit. Në muhabetet me njerëz të ndryshëm thonë PD nuk do me fitu zgjedhjet sepse është në rregull aty ku është. Nuk do me fitu zgjedhjet aty. Pra unë për veti, logjika ime, ndërgjegjja ime nuk mund ta pranojë në botë se ekziston mundësia që PD-ja mos dojë me fitu zgjedhjet dhe mos vijë në pushtet. Por, Vlash, kur shohim se Vlash Gjonaj, fitues në zonën e vet, me rezultate të shkëlqyera, edhe kërkues vazhdimisht dhe kudo për një riorganizim që të sjellë frymën dhe fitoren në shkallë kombëtare, në thojza ekzekutohet politikisht. Domethënë nuk i lejohet, domethënë ja kryen kushtet që të mos fitoje. Ndërsa aty ku humb Partia Demokratike, aty rikonfirmohen. Por një pyetje kret trashanike ndoshta, por derisa bajnë kret, po bajnë edhe une, jo me mendjen time ti është i sigurt e i garantu, po nga që e kam dëgjuar nga shumë kush. Por a thu PD-ja është në rregull në opozitë?
Po gjitha shenjat, gjitha prognozat të shenë ka ato që thuti. Që me sa duket elita politike e PD-s nuk e di doktori është pjesë e kësaj që thotë, po është marrë sa kryetari lideri, që me sa duket tot PD-ja do në maj vendin e dytë. Ose do në maj primare, do në qenë primo në partitë opozicës. Me sa duket nuk e kanë qëllim pushtetin. Po. Të gjitha. Po. Tani Edhe kjo marrëveshje e funit për kodin zgjedhor të ri. po, Për ta ngritur pragun 4%, ti po u bën shirm partive të vogla. po. Ti po u bën shirm partive të vogla, ti po u bën shirm një koalicionit të madh opozitar. Nuk ta afrohet njëri nëse ti aty ngre pragun. Po, e Nuk ta vret. afrohet njëri me 4%. Kjo është gaf tjetër që bën strategjike, që bën doktori, nuk e di doktori apo to përfaqësuesit tonë në PD-s në komisionin për kodin e ri zgjedhor. Pra, zotëri, mos se po ngre pragun, le pragun aty. Le pragun 2.5%. Në rrë kodin zgjedhor, bani proporcional kombëtar, i kemi thënë me kod doktorit. Doktor me proporcional rajonal nuk fiton PD-ja. Nuk fiton se do të fitosh qashet e mëdha që të marrësh mbetjet e partive të vogla. Ti je primo. Doktori për këtu ka gabu edhe e ka kuptuar gabimin, urojm që kodi i ri zgjedhor të ketë vërtet ato ide që vërtet i kanë pjesë më e madhe i publikut dhe i medias. Kam folë me një personalitet të Partisë Demokratike, goxha i nivelit lartë, goxha i dashur në popull, goxha frymëzues, edhe më tha, Gensta, unë tha, kam një parim, tha që ose me dhe gjithve, ka debate politike, ka mos marrëveshje, po mos ofendoni, e mos zhvlerësoni ato të tjerë. Që do të thotë, mos e shaj atjetën, sepse sot ti e shajnë, po nesër ndoshta ti do të kesh nevojë për një mbështetje politike nga ata, edhe si do shkosh t'ia kërkosh mbështetjen. Ndërkohë kur ti ja kërkon ndoshta po dhaj i vjen turp me armë të mbështet sepse ti e ke denigruar. Tash i duhet dalë kjo pjesa tjetër. Partia Demokratike nuk ka lënë gjë pa thënë për Endre Shabanin, edhe e bani për mua e ka bën ajo, nuk i dha votën në parlament, po i dha drejtën e kandidimit. Pra, Endre Shabani është avokat i popullit vetëm me votën me firmat e Partisë Demokratike. Nuk ka lënë gjë pa thënë për Agron Shehajin. Nuk po them sepse ka thënë se Agron Shehaja mund të jetë i atij niveli siç e paraqet Partia Demokratike. Nuk po kundërshtoj. Po them që kanë të drejtë që thonë, po them, po i mbështes pavarësisht se unë nuk e njoh pozicionin e Agron Shehajit, a ka lidhje me Erën Belian si thonë to, e merr tendra gjana. Po rrim këtu pa hyke kjo. Adriatik Lapaj nuk kanë lënë gjë, është marionet, është sorosist, është marionet e Sorosit, është i Ramës, është i këtij, është i atij. Nuk kanë lënë gjë pa thënë, edhe në fund na bjen një sorosist tjetër që dalin prapë edhe te Sorosi, Berisha thotë do ta pasojnë nga Sorosi, na shpallon grata, edhe bjen njerëz Sorosi mbrana, del një Ermal Hasimja në rolin e Anton Qetës, me akon. Domethënë për me fal gjashët edhe me u bashku. Tani është zotni Vlash. Unë thash, jam perëndimor, më thonë ato ti je perëndimor, ti nuk i di si bëhen këto gjëra. Po të pyes ty që nuk je perëndimor. A kupton? Më fal për këtë që nuk e kam në ngresu, po. Që jeton aty në terren, jeton me situatën. Çfarë vlerë ka që Partia Demokratike kërkon bashkëpunim me këta njerëz që i denigron? Domethënë ti me një person që thuhet për Dorama, çfarë fitore mund garantosh, çfarë votash mund garantosh ti me ata? Ti e ke deklaruar vetë se ai është punëtor i Ramës. Ai është i sponsorizuar nga Rama. Pra, ka moral më kjo, se një gjë, unë them, në politika ka numra, ka moral, pra ti kërkon numra, po dhe numra s'kan. Pra ti kërkon numra nga Adriatik Lapaj, që numra s'ka, ai ka numrat, po nëse si ka për ty, si ti ke thënë punëtor i Ramës. Pra, as moral jo. Ore, ka shposhtë i Mirane, do më thënë që mëngjesë shajmë, ndrek fusim Ermal Hasimen si shkuës për me na rregullu punën, e me na bashkue, edhe në darkë, ku s'pranin të, fillojmë prapë ne, duke thënë një dhe fjallë. Tani, a më shpjegoti, a kanë bajnë sens të gjona, apo jam unë gabima, nuk e di, se unë për veti, duket vetja sikur jetoj në një planet tjetër. Unë edhe vazhdimisht e kam artikuluar edhe aty ku kam marrë pjesë ke PD-ja në forumet që marr pjesë. E kam artikuluar, ne nuk kemi nevojë me ofendu asnjëri, as partie të vogla, as lloj partie. Ne në opozit kemi nevojë për më bën shumë.
shumë në opozitë bësh duke bë koalicion të madh, shumë në opozitë bësh duke afru, jo duke ra mshil. Parti vogla asnjë individi që ka vlerën e vet. Pra, unë s'jam për ata, nuk jam për me ofendu asnjë nga ato lider partive vogla, nuk jam me ofendu asnjë nga ato që kanë strukturën për rretha tash, janë hap për rrethe, kanë strukturat e veta. Të gjitha partitë kanë struktura, edhe Mirdit kanë struktura. Pak, po kanë 5 vota, 10, 20, 100. Pra, ne nuk kemi nevojë, ne nuk jemi pak me tret, jemi pak me zhyj. Ne duhet t'i afrojmë të gjithë, po një rrymë të madhe opozitare. Është vetëm shpresë regjimit mujten me njerëz që kanë vlera, me njerëz pa korruptu, me njerëz të ri, mujten duke ndërtu front opozitar të fuqishëm, të madh. Nuk regjimi do të jetojë shumë gjatë. Dhe kjo fatkeqësi e madhe e shqiptarëve që në kushte demokracie gjoja të durojnë një regjim të dytë neokomunist, regjim hajdutësh që ka blerë gjithçka. Ky është më rrezikshëm se regjimi komunist. Nëse atëherë të futet mëna për menin 55 e pushkatote, ky nuk të fut mëna, ky të braktis me shërbime, ky të braktis me investime, ky të detyron me hik jashta. Dhe pa fat keq, njerëzit që kanë hik më shumë në perëndim janë shtresa e djathtë, janë shtresa që mund të votoshin kundër regjimit. Dhe këtu ja ka rrit qëllimit regjimi, të largojë gjithë lloj njerëzit pa kënaqur dhe të mbajë pensionistët që 90% janë njerëz që kanë nostalgji për komunizmin dhe të mbajë administratë publike që ky e ka dyfishu nga 90.000 e ka shu 70.000. Dhe kjo duhet në rroje duke nru elita politike, duke nru elita marrë për dësh, një elitë e re që shpresojmë që doktori ka shansin e fundit ta ktheje Partinë Demokratike një parti që vërtet mund gjallë shpresë, mund të ketë përballje me regjimin. Vlash, nuk unë rri pa ta bënë një pyetje, kemi kalu limitet me thënë drejtën, po kemi edhe ndjekës, unë shikoj, kemi ndjekës, dresa e kemi, janë të pasjeve na në gjuhë, nëse jam ta bënë dhe i pyetje të fundit. Shikoj tani, Partia Demokratike doli si doli në 2021 me shumë probleme, po u rikonfirmu, u riformatue, u ribashkue në diversitet apo jo ku ta di unë, demokrati la jashtë ato që s'ishin i morë mrena, se dëgjoj, ato që erdhën që s'ishin demokrat, kujtuan se do të bjerë Rama, se tashtë është lodhë Rama në qeveri, do të bjerë pa një afrun, edhe lanë demokrat jashtë, po nuk që anë vërtet se fitore nuk është e garantume dhe nuk vjen pa luftë dhe pa qëndres. Tani, unë them në 2025, në që ponë zgjedhjet, Partia Demokratike nuk unë qahet, se që është akoma në rindërtim, se thamë për Magyarin, për 2 vjetë u bo partije dhe erdhim pushtet. Tani, edhe një moment që unë jam ndje gati i turpnu, po nështë nga njëherë njeriu edhe, kur hum atë ndjenjën e turpit, edhe surpnu është mua, po unë duke pa e kam qëj turp. Kjo, mos parashitja kandidat, se shiko vlas, Partia Demokratike po qahet, thonë nuk kemi bashki. Ka një 6-7, po kishte mundësi me marrë nga 5 që ishë me marrë nështë 3, nështë 2, nështë 4, nështë gjitha, që do të animoshin pasaj ma shumë në zgjedhjet parlamentare. Edhe nuk arriti me fut kandidat. Ta si qëra partije jeti ma madhe opozitare që bërtet e thotë, sikur kemi kryu frymën, kemi kryu kushtet, vetëm sa të na vjedh Rama, që ti nuk arrin me dal me kandidat. A ishte kjo një dështim total i Partisë Demokratike, edhe nështë shenja që po është në rënje, jo në ulje? Një ndër gabime strategjike që ka bërë PD-ja, po që se ishe basha, ishe dorëzimi që i pa të bënë 2 në pushtetin vendor. Po. Ja ka dorëzuar në automatike parçerise. Dhe a di sa vështirë është të rikthehet PD-ja në ato metropole të mëdha të kthehet PD-ja. Sepse ai sa lu ka afro rroj. Vlash, jo, do të ndërpres, fal, do të ato kanë kapitalin ekonomik, kanë kapitalin politik, kanë kapitalin human, i kanë Vlash, më fal një sekondë që do të jap një shembull. Në Vlorë për shembull, pat më duket një 18%, pat vetëm pjesëmarrja 20% ku ta diunë dhe Partia Socialiste mori 13% votave. Pra, meqense Partia Socialiste u paraqit dop, sikur ta kishte marrë seriozisht PD-ja ndoshta ka pas shanse me fitu aty, sepse pjesëmarrja në lokale pikërisht po duan njerëz, pra duan njerëz të ri, figura të reja të kandidojnë. Figura të reja që kanë përbashkuese, që ngjallin frymë.
po figura 3 vin kur vërtet pastrohet elita marrë PD-s, kur pastrohet figurat e vjetra, kur largohen, kur rrin anash, vetëm atëherë vjen. Po unë për zotë ndryshoj se vitin tjetër me shit lloj përçarje që ka PD, me shit lloj strategjie, pas strategjie, unë kam frikë se do të na e marrë edhe ca bashki që na kanë ngel. Urem që mos na e marrë në dallim frym tjetër. Por nëse vërtet PD me shit lloj qasje, me shit lloj strategjie, me shit lloj elitë të vjetra, unë kam frikë se edhe bashki që kemi shumë bashki mund ta e marrë PS-ja. Edhe fatkeqësi e madhe. Atëherë do instalot regjimi 100% në gjithë territorin. Vlash, tani unë nuk do të pyes më, po do të jap një shembull, sepse du me laje çik vetën, sa ato që më lexojnë kur kritikoj, thash kam sul me militantash PD-s të jashtëzakonshëm në një kohë kur janë ndoshta pak ato që kanë kontributin tim aty ti e di vet, e di, se me ke po. Ishim Kalamo atëherë në kooperativ ishim, domethënë para vitit 1990 ishim të varfër, edhe një palë pantallon të puna ishin magris pantallonat mu. Ishin magris pantallonat. Edhe kur shkoj ke shtëpia unë shoh pantallonat e gris. Opa, u turpnova në matmenën time dhe I them te puna kolegëve mi, ore, a mi pat pantallonat e gris mu, dje si pada? Thanë ato po. Po pse nuk më thatë jo për në Artur? Do më thanë, jo Artur për më thanë mu se në të gris pantallonat, e nuk jo Artur për më ushesh dujaja me mu duke më pa pantallonat gris, pra du me dalë ka jo Vlash. Vlash du me dalë ka jo që në qëse e themi një gjo, e themi ma mirë me ta thanun, ose ti sa ta thot ai tjetri, se kur ta thot ai tjetri ka kry puna. Pra, ai që kupton, edhe do me ecë përpara, edhe nuk është një militant që kanë zënë syt lesh, e din se çdo kritik është shëndet. Doktori që të banë operacion, aty pra din vën narkozën se dhem ajo. Pra ai dhimbja, por ama është e dhimbshëm, por është të shëron, të riparon. Pra njerëzit nuk e kuptojnë edhe tani kanë arritur që çdo kritik të quhet armik. Po e diti se këto kritikët janë paksa, nuk du me thanë autoritet vetës, janë paksa më të zot se ata që nuk janë kritik, edhe nuk është mirë me I largu e me mbaj larg, sepse nëse ke synime me fitu, më organizu, duhen. Vlash, kemi bën një bisedë, edhe më tha mu sa do të jetë gjysore, se rekorja se të minuta, Vlash, kemi bën 1 orë e 53 minuta, thash nuk do ta nigjesh fare. Do me thanë besoj që unë kam shkruar për vetë. Ju falenderoj që më dha hapësirën dhe më kryet hapësirën për me artikulu ca të vërteta që vërtetat pak kush I don edhe Manallojt I don pak të vërtetat. Por jam një njeri fjalës lirë, unë e ka artikuloj çdo ditë, kam fitu fjalë lirë 90-91-shin, edhe nuk ka lider, nuk ka regjim që mbumbull ka fjalë lirë. Nuk ka sekretar bashkie, as sekretar njësie që mbumbull ka fjalë lirë. Unë do të vazhdoj ta them fjalë lirë në lagje, në njësi, në bashki, aty ku më jepet hapësira, edhe besoj si fjala e lirë, kritika e lirë, kritika e korrekton një parti politike, kritika korrekton një qeverisje lokale dhe kombëtare, se me anë kritikës, jo kritik në ilizmi, po kritik që t'japin ide, se unë kam një artikulim të tillë, që kur bëj kritik, të them si korrigjohet. Po, jo duke shrabe. Unë e thash doktorit, vërtet do ndryshu kryesia nga e para, por ndryshohet me pika statutore. Do të thonë të futen një pikë statutore që ndan grupin parlamentar nga kryesia. Dhe ja ku e gjetë formulën. Ja ku e gjetë formulën, pa bërë më shumë. Duke gjetë një formulë tillë. Pra unë jam për kritik, po jam për ide. Unë I korrektoj të dyja bashkë, I komplementoj njëra me tjetrën. Kritik, po edhe ide si korrektohet, si korrigjohet, si modelohet një lloj zhvillimi. Dhe njerëzit me karakter, njerëz që kanë ide për terren, njerëz që kanë ide të tilla, besoj si nuk ke të keq. Ke për herë avantazhe, ke për herë përfitime. Po fatkeq partitë politike I kanë shef Sejmena, kanë shef njerëz që ngrenë dorën, kanë shef njerëz që bën okay, duan mi nështru, është me teli komunistë për të nështru, me pas afër vetës, njerëz që nështrohen, njerëz që dinë bakulisa, dhe për fatkeq janë bërë mazhancë. Ma vonë do të prekim tema tjera, ndoshta edhe për bashkimin e ditës, që bashkimi I ditës, me sa duket, nuk ka ajo bashki që ne kemi shpresu. Do jemi këtu, ma vonë do artikulim, për pushtetin vendor do artikulim teza tjera. Pushteti vendor e ka shkatru
regjimi e ka shkatruar me një listë 3 që ka nxjerrë në 2015 që u ka rënë hapësirë kryetarëve të bashkive të fusin numër pa fund punësish. Edhe të heshin një kriter që ka qenë shumë i mirë në kushtet e Shqipërisë, që buxheti duhet të jetë i kufizuar për administratën. Çfarë ndodh? Partia Socialiste me reformën e re territoriale, me ligjin e ri, i kanë dhënë hapësirë kryetarëve me fut numër pa fund punësish, me shpenzu pa fund. Dhe çfarë ndodh? 80% buxhetive në çdo bashki në Shqipëri shkojnë për administratën publike, për administratën, dhe nuk shkojnë terren për shpenzime, për investime. Kjo është një gjë katastrofike në të gjitha bashkitë. Po pra, kjo bën për një takim tjetër do flasim për këtë temë, është temë tjetër. Vlash, je i mirëpritur në çdo kohë, mos prit me të thënë tani, që mësove rrugën, në çdo kohë kur të dushti, një mesazh, jo ne të falenderojmë sepse kemi nevojë për fjalën e lirë, fjalën e vërtetë, edhe kritikën, që gjithçka është në shërbim të ideve, në shërbim të zgjidhjes problemeve, nuk ka thjesht me bë këtu reklam ose me fillu me shah. Jemi aty ku thati që ne në çdo kritik që bëjmë ofrojmë edhe alternativën. Pra, ajo është. Edhe jo me rrit menën vetes, po kur patëm një takim online me Sali Berishën, ai ishte në Tiranë, ne ishim në Londër, filluan të paraqit të basi si demat e Spanjës, sa njerëz që doshin me konfirmu veten, edhe kur erdhi puna më thanë mua, "Gen son që se keni pyetje 60 sekonda banja Berishës." Thash, "Zotënia, nuk jam 60 sekondë. Unë tash jam një person tash me mjaftueshëm tash, me inteligjencë mjaftueshme për t'i vënë Sali Berishën një alternativë në tavolinë tash, edhe jo për ta konsideruar Sali Berishën si të pandehur e vetëm si prokuror me bua pyetje. Ne nuk bëjmë pyetje, ne kemi alternativën. Pastaj jo çdo alternativë do merret në konsiderat. Unë nuk jam xheloz nëse ti nuk më merr alternativën, por ama kem tavolinë ta studiojmë. Mu ta marrësh ta vlerësosh, se kam ani ide tjetër. Ani ide tjetër vlerësoje. Po. Vlash, të falenderoj shumë. Jam i sigurt se njerëzit edhe nga mesazhet që kemi marrë janë kënaqur me ata çfarë ke thënë. Kemi pas edhe ndjekës, edhe së shpejti do të jemi prapë bashkë kurdo që ti ke diçka për ta. Falenderit për ju, i vërtet, i media vërtet virtuale, e domosdoshme në kushte që është Shqipëria, do sa më shumë zëra, sa më shumë media të tilla që jo konformiste, që vërtet prekin tema realitetit politik edhe social. Ju falenderoj. Premtoj se kështu do vazhdojmë gjithmonë. Vlash, natën e mirë. Natën e mirë, edhe fala andej. Të nderuar, përshëndetje edhe nga ne. Të nderuar dëgjues të Ndo Radio, unë Gens Paçuku nga studion në Londër isha në një bisedë fantastike, një bisedë entuziaste, një bisedë që mu për veti më ka pëlqyer, kam shiu edhe më dha shpresë se ka njerëz që akoma luftojnë për të drejtën, për të vërtetën, për idealizmin, pa kushte, nuk kompromentohen, por janë aty ku kërkohet beteja, mjafton që në betejë t'ju primi personi i duhur. Besoj edhe ju nuk jeni lodhur. Zëri i diasporës. Ju uroj gjithë natën e mirë. Zëri i diasporës. Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.